Një milioner jeton i izoluar në një rezidencë të heshtur duke besuar se vajza e tij nuk ka dëgjuar asnjë tingull të vetëm që nga lindja. Pas vdekjes së gruas së tij, ai pranon diagnozën e shurdhimit absolut dhe ndërton të gjithë jetën e vajzës rreth kësaj heshtjeje të imponuar. Gjithçka fillon të shembet kur një dado e re vëren reagime delikate që kundërshtojnë vitet e raporteve mjekësore dhe zbulon regjistrime të harruara plot faj dhe vendime të marra nga dashuria e dëshpëruar. Kur e vërteta del në dritë, babai detyrohet të përballet me zbulimin më mizor nga të gjithë. Vajza e tij nuk ishte kurrë plotësisht e shurdhër, dhe heshtja që i ndante fshehte një gabim që ndryshoi jetët e tyre. Drita e mëngjesit hynte përmes dritareve të gjera të fermës, duke larë vreshtat e rrushit që shtrieshin deri ku arrinte syri. Bujar Kelmendi vëzhgonte lindjen e diellit nga balkoni i rezidencës së tij në rrethinat e Korçës, me një filxhan kafeje të nxehtë midis duarve. Në moshën 42 vjeçare, ai kishte ndërtuar një perandori në agrobiznes, por asnjë arritje profesionale nuk e mbushte zbrazëtinë që ndjente kur zgjohej çdo ditë në atë shtëpi tepër të madhe për vetëm 2 persona. Pasi mbaroi kafen, bujari hyri në shtëpi dhe ndoqi korridorin e gjerë deri te dhoma e vajzës. Trokiti lehtë në derë, edhe pse e dinte se ajo nuk do ta dëgjonte. Ishte një gjest automatik, një mirësjellje që ai e ruante nga zakoni. E hapi derën ngadalë dhe gjeti lirën të ulur në krevat, duke përqafuar lepurushin prej pelushit të vjetruar që nuk e lëshonte kurrë. Vajza 8 vjeçare kishte të njëjtët sy kafe si e ama, por shikimi i saj ishte i largët, i humbur diku ku bujari nuk kishte arritur kurrë ta kapte. Mirëmëngjes, bi, tha ai, duke lëvizur buzët në formë të egzageruar që ajo të mund t'i lexonte. Lira shikoi shkurtimisht baban dhe ktheu vëmendjen te lodra, me gishtat e saj të vegjël që përkëdhelnin veshët e konsumuar të lepurit. Bujari ndjeu shtrëngimin e njohur në gjoks, atë ndjesi sikur po fliste me një mur të padukshëm që e ndante nga personi i vetëm që i kishte mbetur në boll. Ai u afrua dhe preku butësisht shpatullën e vajzës. Lira ngriti syt përsëri, pa shprehje. Bujari tregoi me gisht drejt banjës dhe bëri gjeste duke treguar se ishte koha për t'u bërë gati. Vajza pohoi mekanikisht dhe rëshiti jashtë krevatit, duke marrë lepurin me vete. Çdo mëngjes ishte kështu, një valle e heshtur gjestesh dhe prekjesh, një komunikim që dukej se funksiononte vetëm në sipërfaqe. Ndërsa Lira bëhej gati, bujari zbriti poshtë për të përgatitur mëngjesin. Kuzhina ishte e pajisur me të gjitha mjetet që paraja mund të blinte, por ai përgatiste vakte të thjeshta. Bukë të thekur, fruta të prera, lëng natyral. I vendosi të gjitha në tryezën e madhe të ngrënies, e cila dikur zinte 12 persona, por tani kishte vetëm 2 vende, krah për krah, me këmbënguljen e tij. Nuk e duronte dot idenë e të ndenjurit në anët e kundërta të asaj tryeze gjigante. Lira u shfaq 15 minuta më vonë, e veshur me njërin nga rrobat që ai kishte ndarë natën e kaluar. Ajo ul pa e parë ushimin, me sytë e fiksuar te dritarja. Bujari i shërbeu pjatën, i preu bukën në copa të vogla ashtu siç i pëlqente ajo, dhe e shtyu butësisht pjatën më afër. Vajza hëngri ngadalë, duke përtypur çdo copë me lëvizje precize, por pa treguar nëse i pëlqente apo jo. Ai u përpoq të niste ndonjë ndërveprim, duke marrë një blok vizatimi dhe duke bërë një skic të shpejtë të një kali. Lira e shikoi, por nuk shfaqi asnjë reagim. Bujari vizatoi një vajzë pranë kalit, duke u përpjekur të krijonte një histori vizuale. Asgjë. Fytyra e vajzës mbetej e palëkundur, sikur të ishte shumë larg prej andej, në një botë të sajën dhe të paarritshme. Pas mëngjesit, bujari e çoi në dhomën e studimit, ku një mësuese private do të vinte për të dhënë mësime të përshtatura. Shtëpia kishte një sistem të plot dritash pulsuese të lidhura me zilet, alarme vibruese dhe pajisje të ndryshme speciale që ai kishte instaluar gjatë viteve. Gjithçka për të lehtësuar jetën e Lirës, gjithçka për të kompensuar atë që ajo nuk mund ta kishte. Por asgjë nga këto nuk dukej se bënte ndonjë ndryshim real në lidhjen mes tyre. Mësuesja, zonja Shpresa, erdhi saktësisht në orën 9. Ishte një grua rreth të 50-tave, me përvojë në edukimin special, e cila punonte me Lirën prej 2 vitesh. Ajo e përshëndeti bujarin me një lëvizje koke të sjellshme dhe hyri në dhomën e studimit. Bujari vëzhgoi për pak minuta përmes derës gjysmë të hapur. Zonja Shpresa përdorte kartela të ilustruara, objekte prekse, gjuhën e shenjave të përshtatur. Lira përgjigjej minimalisht, aq sa për të kryer detyrat, por pa treguar kur interes të sinqert apo emocion. Bujari u largua dhe shkoi në zyrën e tij në katin e 2.
Kishte mbledhje me videokonferencë, kontrata për të rishikuar, vendime biznesi për të marrë. Zhytet në punë sepse ishte i vetmi vend ku ndihej ende kompetent, ku veprimet e tij jepnin rezultate të parashikueshme. Me lirën, asgjë që bënte nuk dukej e mjaftueshme. Të gjithë mjekët thoshin të njëjtën gjë që kur ajo ishte 2 vjeç. Shurdhim i thellë bilateral, i diagnostikuar pas ekzaminimeve të shumta. I pamundur për t'u kthyer. Ajo do të jetonte përgjithmonë në heshtje absolute. Gjatë drekës, bujari u përpoq përsëri. Përgatiti pjatën e preferuar të lirës, të paktën atë që ai besonte se ishte e preferuara e saj bazuar në pak herët që e kishte parë të hante me pak më shumë dëshirë. Pilaf, fasule, mish pule i coptuar dhe patate. I vendosi të gjitha me kujdes, e dekoroi pjatën me rrath karote. Lira hëngri pa nxitim, por edhe pa gëzim. Ishte sikur po ushqeje një kukull që përgjigjej vetëm ndaj komandave bazë të mbijetesës. Pas dite, ai e nxori për të shëtitur në përkopshte. Prona kishte liçene të vegjël, shtigje, zona me pemë. Bujari mendonte se ndoshta kontakti me natyrën do të zgjonte diçka tek ajo. Ecën krah për gjysmë ore, bujari duke treguar zogjt, lulet, fluturat. Lira shikonte në drejtimin që ai tregonte, por sytë e saj nuk shkëlqenin nga kurioziteti apo magjepsia. Thjesht regjistronin informacionin dhe vazhdonin përpara. Kur u kthyen në shtëpi, bujari u ul me të në bibliotekë. Kishte bler qindra libra të ilustruar, duke shpresuar se imazhet do të tregonin histori që fjalët e tij nuk mundeshin. Hapi një libër mbi fundin e detit me ilustrime të gjalla të peshqve shumë ngjyrësh dhe koraleve. Tregoi çdo imazh duke u përpjekur të krijonte një narrativ vizuale. Lira shfletoi disa faqe, preku disa ilustrime me majat e gishtave, por fytyra e saj mbetej një maskë indiference. Bujari e mbylli librin ngadalë. Frustrimi digjej në gjoksin e tij, i përzier me një faj të thellë që e shoqëronte që nga aksidenti. Teuta, gruaja e tij, po kthehej nga një vizitë mjekësore me Lirën kur ndodhi. Një natë me shi, një kthesë e rrezikshme në rrugën e dheut që të çonte në fermë. Makina rrëshiti dhe u rrotullua. Teuta nuk mbijetoi. Lira doli e padëmtuar fizikisht, por pas asaj dite, u duk se u mbyll edhe më shumë në botën e saj të heshtur. Kishin kaluar 3 vjet që atëherë. 3 vjet që bujari përpiqej të ishte babë e nën në të njëjtën kohë, 3 vjet duke u ndjer plotësisht i paaft për të arritur te vajza e tij. Ai kishte punësuar dadot më të mira, profesionistet më me përvojë në kujdesin special. Por asnjëra nuk qëndronte gjallë. Disa frustroheshin nga mungesa e përgjigjes së Lirës, të tjerat thjesht nuk mund ta përballonin atmosferën e rëndë të asaj shtëpie. E fundit kishte dhënë dorëheqjen para 2 javësh, duke pretenduar arsye personale, por bujari e shite të vërtetën në sytë e saj. Ishte tepër e vështirë, tepër raskapitse, të jetojë në atë heshtje shtypse. Në darkë, bujari përgatiti një supë të lehtë dhe sandviç. Lira hëngri pa u ankuar, por edhe pa falënderuar apo buzëqeshur. Më pas, ai e çoi për t'u larë, e ndihmoi të vishte pishamet dhe e shoqëroi deri në dhomë. Rregulloi jastëkët, i vuri batanien dhe i dha lepurin prej pelushi që ajo menjëherë e shtrëngoi pas gjoksit. Natën e mirë, Lira, tha ai, duke e ditur se ajo nuk do ta dëgjonte, por i paaft për të mos e thënë. E puthi vajzën në ballë dhe fiku dritën, duke lënë vetëm abazhurin e natës ndezur. Lira u mblodh në krevat, duke përqafuar lepurin, me sytë e hapur duke fiksuar tavanin. Bujari qëndroi te dera për një moment të gjatë, duke vëzhguar atë fëmijë të vogël dhe të vetmuar, duke ndjer peshën dërmuese të pafuqisë së tij. E mbylli derën butësisht dhe zbriti në dhomën e tij. Kaloi pranë galerisë së fotografive në korridor, portrete të kohëve më të lumtura. Teuta e buzëqeshur duke mbajtur Lirën foshnjë, të 3 bashkë në një piknik në kopshte, Lira në moshën 2 vjeçare duke vrapuar mes luleve. Të gjitha fotot ishin para diagnozës, para se jeta e tyre të shndërrohej në këtë rutinë mekanike dhe pa ngjyra. Bujari hyri në dhomë dhe u ul në krevat. Shtëpia ishte e heshtur, por nuk ishte një heshtje paqësore. Ishte një heshtje e rëndë, mbytëse, plot me fjalë që nuk u than kurrë dhe lidhje që nuk u krijuan kurrë. Ai shikoi foton e Teutës në komodinë. Sikur ajo të ishte këtu, gjërat do të ishin ndryshe. Teuta kishte një durim të pafund, një aftësi për dashuri të pakushtëzuar që ai dukej se nuk mund ta riprodhonte. Ajo do ta dinte çfarë të bënte, si të arrinte te Lira. Por
Teuta kishte ikur dhe bujari ishte vetëm duke u përpjekur të lundronte në ujëra që nuk i kuptonte. Nesër do të vinte dadoja e re. Ishte personi i 11 që zinte atë pozicion në 3 vjet. Ai nuk kishte shpresa të mëdha, por as nuk mund të dorëzohej. Lira kishte nevojë për kujdes të vazhdueshëm dhe ai nuk mund të ishte i pranishëm 24 orë në ditë, edhe pse do të donte. Ushtri në krevat ende i veshur duke shikuar tavanin e errët. Mendoi për Lirën të mbledhur në dhomën e saj, duke përqafuar lepurin, duke jetuar në një botë ku ai nuk mund të hynte dot. Mendoi për të gjitha përpjekjet e dështuara të komunikimit, për të gjitha gjestet që dukeshin se binin në zbrazët e tij. Mendoi për Teutën dhe bisedat e fundit që patën për Lirën, për trajtimet, për shpresat që u zbehen ngadalë. Gjëja e fundit që Teuta tha para se të dilte atë natë me shi ishte se ishte e sigurt që kishte diçka më shumë, se Lira nuk ishte aq e shkëputur sa dukej, se thjesht duhej të gjenin çelësin e duhur. Bujari donte ta besonte këtë, por 3 vjet heshtje kishin ngërryer besimin e tij. Tani ai thjesht vazhdonte përpara, ditë pas dite, duke kryer rutinat, duke u siguruar që Lira të ishte e sigurt, e ushqyer, e kujdesur. Por lidhja e vërtet, ajo lidhje e thellë midis babait dhe vajzës që ai shitet e familjet e tjera, kjo dukej se ishte përgjithmonë jashtë mundësive të tij. Mbylli sytë dhe u përpoq të flinte, duke e ditur se nesër do të ishte njësoj si sot dhe pas nesër njësoj si nesër. Ferma do të vazhdonte të ishte produktive, bizneset do të vazhdonin të ishin fitimprurse, dhe ai do të vazhdonte të ishte njeriu më i suksesshëm i rajonit dhe babai më dështak që njihte. Kjo ishte realiteti i tij dhe ai kishte mësuar ta pranonte, edhe pse pranimi dhe mbi si një plag që nuk shërohej kurrë plotësisht. Në dollapin pranë krevatit ruante rrobat e fundit që Teuta kishte veshur, ende me parfumin e saj që po zbehej por ishte i pranishëm. Ndonjëherë, në netët më të vetmuara, hapte dollapin vetëm për të ndjer atë erë, për të kujtuar se dikur kishte qenë i dashuruar, se dikur shtëpia e tij kishte qenë e mbushur me të qeshura dhe biseda dhe plane për të ardhmen. Por këto kujtime, edhe pse të çmuara, ishin gjithashtu të dhimbshme. Sepse nxirrnin në pa gjithçka që kishte humbur, gjithçka që Lira nuk do ta njihte kurrë apo nuk do ta kujtonte siç duhet për nënën që e kishte dashur aq shumë. Teuta do ta kishte ditur çfarë të bënte. Teuta e dinte gjithmonë. Por Teuta kishte ikur dhe bujari ishte vetëm duke u përpjekur të zgjidhte një enigmë të pamundur pa udhëzime apo shpresë për ta përfunduar. Jashtë, karkalecat këndonin dhe era pëshpëriste mes pemëve. Por brenda rezidencës, heshtja mbretëronte absolute, duke mbështjell babë e bi në dhomat e tyre të ndara, aq pranë fizikisht dhe aq larg në gjithçka tjetër që kishte vërtet rëndësi. Bujari u rrotullua në krevat, duke tërhequr batanien mbi shpatulla. Mendoi për dokumentet që kishte rishikuar më herët, raporte mjekësore që i dinte tashmë përmendsh, por që i rilexonte periodikisht, sikur ndonjë detaj të mund t'i kishte shpëtuar, sikur të kishte një përgjigje të fshehur mes rreshtave teknik dhe diagnozave të ftohta. Të gjitha thoshin të njëjtën gjë me fjalë të ndryshme. Vajza e tij ishte e dënuar me heshtje të përjetshme dhe nuk kishte asgjë që mund ta ndryshonte këtë. Ai e kishte pranuar këtë shumë kohë më parë, ose të paktën kështu i thoshte vetes në netët e vetmuara si kjo. Makina ngriti një re e pluhuri në rrugën e dheut që të çonte në fermë. Arta Berisha mbante fort timonin, me sytë e fiksuar në rrugën përpara, duke u përpjekur të mos mendonte shumë për atë që po linte pas. Në moshën 31 vjeçare, ajo mbante një dhimbje që dukej se peshonte më shumë se sa trupi i saj mund të mbante. Kishin kaluar vetëm 3 muaj që kur kishte mbajtur foshnjën e saj për herë të parë dhe të fundit, 3 muaj që kur lindja e vështirë kishte përfunduar në një lamtumir që nuk duhej të kishte ndodhur kurrë. Agjencia e punësimit kishte qenë e kujdesshme kur i ofroi vendin. Një vajzë me nevoja speciale, një shtëpi e izoluar në fshat, një baba i vetë që kishte parë shumë profesioniste të kalonin. Arta i kishte dëgjuar paralajmërimet, por asgjë nga këto nuk e tremte. Në fakt, ideja për t'u izoluar në një fermë të largët, larg rrugëve të qytetit ku çdo karrocë fëmijësh që shite ishte një thik në gjoks, dukej saktësisht ajo që i duhej. Kur rezidenca u shfaq në horizont, Arta uli shpejtësinë. Ishte një ndërtesë madhështore, por disi melankolike, sikur vetë struktura të pasqyronte trishtimin e banorëve të saj. Parkoi përpara dhe qëndroi ulur për një moment duke marrë frym thellë. Duhej të mblidhte veten, të dukej profesioniste, të fshite stuhin që ende ulërinte brenda saj. Bujari u shfaq në balkon para se ajo të zbriste nga makina.
Ishte i gjatë, me shpatullat të gjera, me fije gri në të më tha që i jepnin një pamje më të vjetër se sa ishte ndoshta. Por ishin sytë e tij ata që tërhoqen vëmendjen e artës. Sy të lodhur të dikujt që kishte harruar si të buzëqeshte sinqerisht. Mirë se vini, tha ai, duke zbritur shkallët për ta përshëndetur. Ju jeni Arta. Agjencia më dha referencat tuaja. Janë të shkëlqyera. Faleminderit, zoti Kelmendi, u përgjigj Arta, duke shtrënguar dorën që ai zgjati. Referencat e saj. Vinin nga vitet e punës në një qerdhe komunale në Tiranë, një punë që ajo e donte por që ishte bërë e pamundur pas gjithçkaje. Të shiten nënat e tjera duke marrë fëmijët e tyre çdo ditë ishte një torturë që ajo nuk mund ta duronte më. Ju lutem, më thirrni bujar, tha ai, duke marrë valixhen e saj. Më lini t'ju tregoj shtëpinë dhe t'ju prezantoj me lirën. Arta e ndoqi brenda. Shtëpia ishte edhe më mbreslënëse nga brenda, me mobilje druri të errët, vepra arti në mure dhe një dekor që ndërthurte elegancën rurale me prekje moderne. Por kishte diçka shtypse në ajër, një ndjesi sikur ajo shtëpi ishte më shumë një mauzole se sa një vatër. Bujari e çoi nëpër disa dhoma, duke i shpjeguar funksionimin e sistemeve speciale të instaluara për lirën. Dritat që pulsonin kur dikush i binte ziles, alarmet vibruese, pajisjet e komunikimit vizual. Gjithçka ishte e teknologjisë së fundit, gjithçka jashtëzakonisht e shtrenjtë, gjithçka me sa dukej e padobishme për të krijuar një lidhje të vërtetë. Lira është në dhomën e lodrave, tha bujari ndërsa ngjitnin shkallët. Ajo kalon shumë kohë atje, edhe pse nuk luan shumë, në fakt thjesht qëndron ulur, duke përqafuar lepurin prej pelushi. Është i vetmi objekt ndaj të cilit ajo tregon ndonjë lidhje. Arta ndjeu një shtrëngim në gjoks. E njihte mirë këtë lloj lidhjeje. Ajo vetë flinte çdo natë duke përqafuar batanien e vetme që kishte blerë për foshnjën, e vetmja gjë e prekshme që i kishte mbetur nga ai moment i shkurtër i mëmësisë. Ata ndaluan përpara një dere gjysmë të hapur. Bujari trokiti lehtë, më shumë nga zakoni se sa nga nevoja, dhe e shtyu derën. Dhoma ishte e gjerë, plot me lodra të organizuara tepër mirë, sikur rrallëherë të prekeshin. Dhe në mes të gjithçkaje, e ulur në një koltuk tepër të madh për të, ishte lira. Vajza kishte flokë të gjatë kafe të kapur në një bisht të lirshëm dhe mbante një fustan blu të hapur me këpucë të bardha. Sytë e saj ishin të fiksuar te dritarja, duke vëzhguar diçka që vetëm ajo dukej se shite. Lepuri prej pelushi bezh, me veshë të varur dhe një sy gjysmë të shitur, ishte i shtrënguar fort pas gjoksit të saj. Lira, thiri bujari, duke lëvizur në fushën e shikimit të vajzës. Vajza ktheu kokën ngadalë, shikoi baban pa shprehje dhe pastaj sytë e saj rrëshitën te Arta. Nuk kishte kuriozitet në atë shikim, vetëm një njohje e zbrazët se kishte një person të ri aty. Kjo është Arta, vazhdoi bujari, duke bërë gjeste të gjera me duar. Ajo do të kujdeset për ty që tani e tutje. Arta ndjeu peshën e atyre fjalëve. Edhe një tjetër në një listë të gjatë fytyrash që kishin kaluar në jetën e lirës, edhe një tjetër që ndoshta do të zhdukej pas disa muajsh. Por Arta nuk u afrua menjëherë siç kishin bërë ndoshta dadot e tjera. Në vend të kësaj, ajo thjesht tundi dorën nga vendi ku ishte, një lëvizje e butë dhe jo invazive. Kishte mësuar gjatë viteve duke punuar me fëmijët se ndonjëherë mënyra më e mirë për të krijuar lidhje ishte përmes durimit dhe respektimit të hapësirës personale. Detyrimi i ndërveprimit rrallëherë funksiononte, veçanërisht me fëmijët që kishin kaluar trauma ose sfida. Lira e vëzhgoi edhe për një sekond para se të kthente vëmendjen te dritarja, dukshëm e painteresuar. Nuk kishte armiqësi aty, vetëm një indiferencë që sugjeronte se Arta ishte thjesht një tjetër në një linjë të gjatë njerëzish që përfundimisht do të zhdukeshin nga jeta e saj. I duhet pak kohë për të mësuar me njerëz të rinj, tha bujari, me frustrimin e dukshëm në zërin e tij. Në fakt, i duhet kohë për të mësuar me çdo gjë. Ai kaloi dorën nëpër flok, një gjest lodhjeje të thellë. Ejani, do t'ju tregoj dhomën tuaj. Dhoma e Artës ishte në të njëjtin kat me atë të lirës, por në anën tjetër të korridorit. Ishte e rehatshme dhe e mobiluar mirë, me një krevat doppio, një dollap të gjerë dhe një dritare që shihte nga pemtoret. Bujari i shpjegoi rutinën ditore, oraret e vakteve, medikamentet që Lira merrte, aktivitetet e planifikuara me mësuesen private. Ajo i merr këto pilula çdo mëngjes dhe darkë, tha bujari, duke treguar një organizues ilaçesh mbi komodin. Janë kryesisht suplemente dhe vitamina, të përshkruara nga neurologu.
është e rëndësishme të mos harrohet asnjë dozë. Arta vëzhgoi shishet. Kishte shumë, më shumë se sa do të priste për një fëmijë të asaj moshe. Por nuk bëri pyetje. Nuk ishte dita e saj e parë e punës, dhe ajo kishte mësuar gjatë viteve se çdo familje kishte veçoritë e veta. Për çdo dyshim mund të më kërkoni, tha bujari duke ecur drejt derës. Zyra ime është në katin e dytë. Zakonisht punoj atje gjatë ditës, por jam gjithmonë në dispozicion nëse keni nevojë. Ai hezitoi për një moment para se të shtonte. E di që kemi pasur shumë njerëz në këtë pozicion. Nëse në ndonjë moment ndjeni se nuk po funksionon, ju lutem, jini e sinqertë. Nuk ka nevojë të zgjatet diçka që nuk po ecën mirë. Kishte një dorëheqje në zërin e tij që i theu zemrën Artës. E kuptoj, tha ajo butësisht. Por kam ndërmend të qëndroj dhe të bëj punën më të mirë të mundshme. Bujari pohoi me kokë, por ajo pa dyshimin në sytë e tij. Ai kishte dëgjuar premtime të ngjashme më parë. Shplodhuni pak nga udhëtimi, tha ai. Darka është në orën 7. Do të përgatis diçka të thjeshtë. Pasi ai doli, Arta shpërndau pak sendet e saj. Nuk kishte sjell shumë, vetëm rroba bazë, disa libra dhe batanien e foshnjës të palosur me kujdes në fund të valixhes. E mori dhe e mbajti pas fytyrës për një moment, duke i lejuar vetes të ndjente dhimbjen që përpiqej të shtypte gjatë ditës. Pastaj e ruajti në sirtarin e komodinës, ku mund të arrinte natën. U ul në krevat dhe shikoi nga dritarja. Dielli po fillonte të perëndonte, duke lyer qiellin me ngjyrë portokalli dhe roz. Ishte bukur, qetësi, aq ndryshe nga kaosi emocional që kishte lënë pas. Ndoshta këtu, në këtë vend të heshtur, ajo do të arrinte të gjente pak paqe. Ose të paktën të mësonte të jetonte me zbrazëtinë që humbja kishte lënë. Mendoi për Lirën, atë vajzë të vogël të përqafuar me lepurin, aq të izoluar në botën e saj të heshtur sa Arta ndihej e izoluar në dhimbjen e saj. Ndoshta kjo ishte ajo që e kishte tërhequr drejt kësaj pune. Ideja se ajo dhe Lira ndanin, secila në mënyrën e vet, një formë vetmie që pjesa tjetër e botës nuk mund ta kuptonte plotësisht. Në orën 7, Arta zbriti për darkë. Tryeza ishte shtruar me një thjeshtësi që binte në kontrast me madhështinë e dhomës së ngrënies. Bujari ishte tashmë aty, ashtu si edhe Lira, e ulur në të njëjtin pozicion mekanik si gjithmonë, me lepurin pranë pjatës. Vakti ishte i heshtur, i ndërprer vetëm nga zhurma e takëmeve mbi pjata. Bujari përpiqej të bënte disa pyetje të sjellshme për udhëtimin e Artës, për përvojën e saj të mëparshme, por përgjigjet ishin të shkurtra. Ajo ende nuk ishte gati të ndante historinë e saj, dhe ai dukej se e respektonte këtë. Lira hëngri pa interes, me lëvizje automatike, sikur po kryente një detyrim. Arta e vëzhgoi në mënyrë diskrete. Vajza përtypej ngadalë, gëlltitej, merrte një copë tjetër. Nuk kishte kënaqësi aty, vetëm funksion. Ishte sikur po vëzhgoje një robot të vogël të programuar për të ekzekutuar detyrat bazë të mbijetesës. Pas darkës, bujari e çoi Lirën për t'u larë ndërsa Arta mblodhi tryezën. Kuzhina ishte gjigante dhe e pajisur mirë, por kishte një shtresë të hollë pluhuri në disa nga pajisjet më të sofistikuara, sikur rrallëherë të përdorshin. Ajo lau enët ngadalë, duke lënë ujin e ngrohtë të rrifte mbi duart e saj, duke vlerësuar thjeshtësinë e asaj detyre të rëndomë. Kur mbaroi, u ngjit lart për të parë nëse kishin nevojë për ndihmë. Bujari po dilte nga dhoma e Lirës, duke u dukur edhe më i lodhur se më parë. Ajo është gati për të fjetur, tha ai. Zakonisht zgjohem disa herë gjatë natës për të kontrolluar nëse gjithçka është në rregull. Një monitor videoje është në dhomën time, por ndonjëherë vi personalisht. Arta pohoi. E kuptoj. Nëse keni nevojë për ndihmë gjatë natës, thjesht më thirrni. Faleminderit, tha ai, por ndoshta nuk do të jetë e nevojshme. Ajo fle thellë. Ai u largua drejt dhomës së tij, me shpatullat e kërrusura në mpeshën e padukshme të vetmisë dhe përgjegjësisë së tij. Arta priti disa minuta para se të afrohej te dera e Lirës. E shtyu lehtë, sa për të parë brenda. Vajza ishte e shtrirë, me lepurin e përqafuar, me sytë e hapur duke fiksuar tavanin në errësirë. Duke aq e vogël në atë krevat të madh, aq e brisht, aq e humbur. Një ndjenjë e huaj e pushtoi Artën. Nuk ishte saktësisht mëshirë, por diçka më e thellë. Ishte njohje.
Ajo shitet e ai fëmijë një reflektim të dhimbjes së saj, të paftësisë së saj për t'u lidhur me botën pas gjithçkaje që kishte humbur. Lira nuk kishte zgjedhje mbi heshtjen e saj, por Arta kishte zgjedhur të sajën, duke ndërtuar mure rreth zemrës për të mos ndjerë më asgjë. Ndoshta, mendoi ajo ndërsa mbyllte derën butësisht, prandaj ishte aty. Jo vetëm për t'u kujdesur për Lirën, por për të mësuar prej saj. Për të kuptuar se ndonjëherë e vetmja mënyrë për t'i mbijetuar dhimbjes është të strehohesh në heshtje, dhe se nuk kishte asgjë të keqe në këtë. Ishte thjesht një mënyrë tjetër e të ekzistuarit, e të marrit frymë, e të vazhduarit të jetosh kur gjithçka brenda teje donte të dorëzohej. Arta u kthye në dhomën e saj dhe u shtri, ende e veshur. Shikoi tavanin, duke dëgjuar tingujt e natës të fermës. E dinte se gjumi do të ishte i vështirë, siç kishte qenë çdo natë që kur kishte lënë spitalin me krah bosh. Por të paktën këtu, në këtë vend ku heshtja pranohej dhe madje pritej, ajo nuk do të kishte nevojë të shtirej sikur ishte mirë. Nuk do të kishte nevojë të buzëqeshte kur nuk ndjente dëshirë, nuk do të kishte nevojë t'ia shpjegonte dhimbjen e saj askujt. Këtu, ajo thjesht mund të ishte, dhe ndoshta, vetëm ndoshta, kjo do të mjaftonte për momentin. Ditët e para të Artës në fermë kaluan në një rutinë të vendosur me kujdes. Ajo zgjohej në orën 6 të mëngjesit, përgatiste mëngjesin ndërsa bujari ishte tashmë në zyrë duke u marrë me emaile dhe telefonata ndërkombëtare. Në orën 7 ngjitej për të zgjuar Lirën, e ndihmonte të vishej dhe pastaj të dyja zbrisnin për mëngjes. Vajza hante mekanikisht, pa u ankuar por edhe pa treguar preferencë për ndonjë ushqim. Ishtu sikur po ushqeje një kukull që përgjigjej vetëm ndaj komandave më bazë. Arta nuk e detyronte ndërveprimin. Ndryshe nga dadot e tjera që bujari kishte përmendur shkurtimisht, ajo nuk përpiqej ta bënte Lirën të buzëqeshte, nuk këmbëngulte në lojra. Thjesht ekzistonte pranë vajzës, duke respektuar hapësirën e saj, duke lëvizur me qetësi dhe maturi. Kishte diçka terapeutike në atë rutinë të heshtur, diçka që qetësonte stuhinë e vazhdueshme brenda Artës. Në ditën e tretë, ndërsa përgatiste mëngjesin, Artës i ra një lugë në dyshemen prej qeramike. Tingulli bëri jehon nëpër kuzhinë, një tringëllim metalike e lartë dhe e papritur. Ajo ul për ta marrë dhe, kur u ngrit, vuri re diçka të çuditshme. Lira, e cila ishte ulur në tryez duke parë nga dritarja, kishte kthyer kokën lehtë në drejtim të tingullit. Ishte një lëvizje delikate, pothuajse e padukshme, por ishte aty. Arta qëndroi e palvizur për një moment, me lugën në dorë, duke vëzhguar. Lira u kthye të shihte nga dritarja sikur të mos kishte ndodhur asgjë. A ishte thjesht imagjinata e saj? Një rastësi? Ajo tundi kokën, duke vendosur të mos mendonte shumë për këtë. Fundja, bujari kishte qenë i qartë. Të gjithë mjekët kishin qenë të qartë. Lira ishte plotësisht e shurdhër. Por gjatë ditëve në vijim, Arta filloi të vërej më shumë gjëra. Detaje të vogla që ndoshta askush tjetër nuk u kishte kushtuar vëmendje. Kur bujari zbriste shkallët me hapat e tij të rënë me çizme, Lira ndonjëherë anon kokën lehtë. Kur era përplaste dritaren e dhomës me më shumë forcë, sytë e saj lëviznin shpejt në drejtim të zhurmës. Ishin reagime minimale, por ishin reagime. Arta nuk i tha asgjë bujarit. Nuk ishte e sigurt për atë që po shihte, dhe nuk donte të krijonte shpresa të rreme apo të dukej si një profesioniste pa përvojë që shihte gjëra aty ku nuk kishte asgjë. Kishte parë tashmë këtë të ndodhte në çerdhen ku punonte, prindër të dëshpëruar për shenja progresi që interpretonin sjellje të rastësishme si përparime domethënëse. Nuk donte të ishte ai person. Por as nuk mund t'i injoronte plotësisht ato që po vëzhgonte. Reagimet e Lirës ishin delikate por tepër konsistente për të qenë pastër rastësi. Kishte një model aty dhe modelet do të thoshin diçka. Në vend të kësaj filloi të vëzhgonte më me vëmendje, duke mbajtur shënime mendore për çdo përgjigje të vogël, për çdo moment kur Lira dukej se reagonte ndaj diçkaje që duhej të ishte plotësisht e paarritshme për të. Një pasdite, ndërsa Lira ishte në dhomën e lodrave dhe Arta po rregullonte dhomën e vajzës, ajo vendosi të bënte një provë diskrete. Qëndroi prapa Lirës, jashtë fushës së saj të shikimit dhe përplasi duart një herë fort. Lira nuk u kthye, nuk shfaqi asnjë reagim të dukshëm. Arta ndjeu një piçkim zhgënjimi. Ndoshta vërtet po imagjinonte gjëra. Por pastaj ajo e vuri re. Shpatullat e Lirës ishin tensionuar për një pjesë të sekondës, aq shkurt sa dikush që nuk po vëzhgonte me vëmendje nuk do ta kishte vënë re.
Nuk ishte një kthim koke, nuk ishte një hovje, por ishte diçka. Një përgjigje trupore e pavetëdijshme ndaj një stimuli zanor. Arta u ul në dysheme, me zemrën që i rrite më shpejt. Po sikur të kishte diçka që të gjithë e kishin humbur? Po sikur lira të mos ishte plotësisht e shurdhër, por vetëm pjesërisht? Ose po sikur të kishte ndonjë frekuencë specifike që ajo arrinte ta kapte? Ajo e dinte se po hynte në një territor të rrezikshëm, duke vënë në dyshim diagnozat mjekësore bazuar vetëm në vëzhgime rastësore. Por intuita që e kishte bërë atë një profesioniste të mirë gjatë viteve po ulërinte se kishte diçka më shumë aty. Atë natë, pasi lira ishte në gjumë dhe bujari ishte tërhequr në zyrë për disa orë të tjera pune, Arta zbriti në bibliotekë. Bujari kishte përmendur se i mbante të gjitha regjistrimet mjekësore të lirës të organizuara atje. Ajo e dinte se ndoshta po të i kalonte kufit e saj si punonjëse, por diçka e shtynte të kërkonte përgjigje. Dosjet ishin të organizuara me përpikëri në një sirtar arkivi. Ekzaminime audiologjike, rezonanca magnetike, konsulta me specialistë. Arta shfletoi dokumentet duke u përpjekur të kuptonte gjuhën komplekse mjekësore. Ekzaminimet e para, të bëra kur lira ishte 2 vjeç, tregonin shurdhim të thellë bilateral. Por kishte diçka në ekzaminimet më të vjetra, të kryera kur ajo ishte vetëm pak muajshe, që i tërhoqi vëmendjen. Infeksione të përsëritura në vesh. Trajtim me antibiotik të spektrit të gjerë. Shtrime të përsëritura në spital gjatë vitit të parë të jetës. Arta rudhi ballin. Dinte raste ku disa antibiotik, veçanërisht aminoglikozidet, mund të shkaktonin dëmtime të dëgjimit nëse përdorshin në doza të larta ose për periudha të zgjatura. Por mjekët sigurisht do ta kishin marrë parasysh këtë, apo jo. Vazhdoi të lexonte dhe gjeti shënime të shkruara me dorë që dukeshin se ishin të Teutës, gruas së ndjerë të bujarit. Fjalët ishin të dëshpëruara, duke regjistruar çdo simptom, çdo ethe, çdo moment kur lira qante nga dhimbja. Teuta shkruante për ankthin e saj duke parë vajzën të vuante, për frikën e saj se infeksionet mund të çonin në komplikime të rënda. Kishte përmendje të diskutimeve me mjekët, të këmbënguljeve për të vazhduar trajtimet edhe kur disa sugjeronin pauza. Arta ndjeu një shtrëngim në gjoks. E njihte atë dëshpërim amësor, atë vullnet për të bërë çdo gjë për të mbrojtur fëmijën e saj nga dhimbja. Ajo vetë do të kishte bërë të njëjtën gjë nëse do të kishte pasur shansin. Por po sikur në atë dëshpërim të justifikuar diçka të kishte shkuar keq? Po sikur trajtimi i destinuar për të shpëtuar dëgjimin e lirës të kishte, ironikisht, shkaktuar dëmtime? I mbylli dosjet me kujdes dhe i ktheu mbrapsht. Nuk mund të nxirrte përfundime të nxituara bazuar vetëm në regjistrime të vjetra dhe vëzhgime jo formale. Por as nuk mund ta injoronte atë që po shihte. Kishte nevojë për më shumë siguri para se të fliste ndonjë gjë me bujarin. Në ditët në vijim, Arta intensifikoi vëzhgimet e saj. Zbuloi se lira reagonte më shumë ndaj tingujve të rëndë dhe dridhjeve sesa ndaj tingujve të mprehtë. Kur ajo linte të binte diçka të rëndë në dysheme, si një libër të trash, lira tregonte më shumë përgjigje sesa kur linte të binte diçka të lehtë. Hapat e rëndë shkaktonin më shumë reagim sesa hapat e lehtë. Dyert e mbyllura me forcë tërhiqnin vëmendjen e saj, ndërsa dyert e mbyllura butësisht jo. Një mëngjes, ndërsa bujari ishte në një mbledhje virtuale në zyrë dhe zonja Shpresa kishte anuluar mësimin për arsye personale, Arta u gjend vetëm me lirën për disa orë. Vajza ishte ulur në tapetin e dhomës, me lepurin anash, duke shfletuar një libër me figura pa shumë interes. Arta u ul disa metra larg, duke vëzhguar. Pastaj, me qëllim, filloi të godiste lehtë dyshemen prej druri me gishtat, duke krijuar një ritëm të butë por konsistent. Lira nuk reagoi fillimisht. Arta rriti intensitetin duke goditur me pëllëmbën e dorës. Këtë herë, e pa qartë. Lira pushoi së bëri atë që po bënte, gishtat e saj ndaluan së kthyeri faqen e librit dhe koka e saj u anua lehtë, sikur po përpiqej të identifikonte diçka. Zemra e Artës rahu fort. Ajo vazhdoi ritmin, pastaj ndaloi. Lira u kthye te libri. Arta rifilloi ritmin, këtë herë më fort. Lira pushoi përsëri dhe këtë herë ktheu kokën lehtë në drejtim të Artës, edhe pse nuk shikoi direkt tek ajo. Ishte e padiskutueshme tani. Lira po u përgjigjej stimujve zanor, edhe pse në formë të kufizuar. Nuk ishte shurdhim i plotë.
Ndoshta ishte humbje dëgjimi e rënd, ndoshta ishte diçka më specifike lidhur me frekuencat ose llojet e tingujve, por nuk ishte heshtja absolute që të gjithë supozonin. Arta e dinte se duhej të kishte më shumë prova para se të përballej me bujarin. Ai kishte kaluar tashmë nëpër aq shumë shpresa të thyra, kishte provuar tashmë aq shumë gjëra pa sukses. Ajo nuk mund të shkonte thjesht tek ai me vëzhgime të vagëta dhe të krijonte pritshmëri që mund të shkatërroheshin përsëri. Atë pasdite, ndërsa Lira po bënte dremitjen e saj të programuar, Arta kërkoi në mënyrë diskrete në dhomën e vajzës. Kërkonte për çdo gjë që mund të ndihmonte, çdo gjurmë mbi atë që kishte ndodhur në vitet e para të jetës së Lirës. Në një kuti në fund të dollapit, gjeti albume fotosh dhe më shumë shënime të Teutës. Fotot tregonin një Lirë foshnjë të buzëqeshur, duke ndërvepruar normalisht. Kishte edhe video të ruajtura në një tablet të vjetër. Arta shikoi disa, duke ulur volumin që të mos zgjonte vajzën. Lira 8 muajshe duke belbëzuar, duke kthyer kokën kur e ama e thërriste. Lira me një vit e pak duke përplasur duart bashkë me muzikën. Dhe pastaj, gradualisht, videot tregonin një ndryshim. Një Lirë më të tërhequr, më pak reaguese, sikur po mbyllej në veten e saj. Datat përkonin me periudhën e infeksioneve dhe të trajtimit intensiv. Arta ndjeu një lëshon në fy. Kishte një histori aty, një sekuencë ngjarjesh që kishte çuar në atë situatë. Dhe në një farë mënyre, ajo ndjente se kishte përgjegjësinë për të zbuluar të vërtetën. Por kishte diçka tjetër që e shqetësonte. Pse Lira ishte mbyllur aq shumë emocionalisht? Edhe me humbje dëgjimi të rënd, shumë fëmijë të shurdhër ishin ekspresiv, komunikues, të angazhuar me botën rreth tyre. Çfarë kishte ndodhur me Lirën që e kishte bërë të tërhiqej në atë mënyrë? Arta mendoi për aksidentin që i mori jetën Teutës. Lira ishte 5 vjeç në atë kohë, tashmë ishte diagnostikuar si e shurdhër prej 3 vitesh. Trauma e humbjes së nënës sigurisht që kishte kontribuar në mbylljen e saj emocionale. Por kishte diçka më shumë, Arta e ndjente këtë. Atë natë, gjatë darkës, Arta vëzhgoi dinamikën midis babait dhe vajzës me sy të rinj. Bujari fliste me Lirën duke përdorur gjeste të egzageruara, duke lëvizur buzët në formë të theksuar, por gjithmonë me një shprehje dorëheqjeje. Ishte sikur ai po kryente thjesht një protokoll, pa besuar vërtet se do ta arrinte vajzën. Dhe Lira, nga ana e saj, dukej se kishte hequr dorë nga përpjekja për të komunikuar mbrapsht. Ishte një cikël shkëputjeje që ushqehej nga vetvetja. Arta deshi të thoshte diçka, por hezitoi. Si do ta fillonte këtë bisedë? Si do të sugjeronte se të gjithë mjekët mund të kishin gabuar, ose se diagnoza ishte e paplotë? Ajo ishte thjesht një dado, nuk kishte kredenciale mjekësore, nuk kishte autoritet për të vënë në dyshim specialistët. Por shikoi Lirën, atë vajzë të vogël të humbur në botën e saj të heshtur, dhe mendoi për foshnjën e saj, për të gjitha gjërat që ajo nuk do të kishte kur shansin t'i zbulonte rreth tij. Nëse kishte një mundësi, edhe pse minimale, që Lira nuk po jetonte në heshtjen absolute që të gjithë besonin, ajo kishte detyrimin të hetonte. Jo për bujarin, jo për fermën apo për punën, por për Lirën. Çdo fëmijë meritonte të shihej vërtet, të dëgjohej vërtet, të kuptohej vërtet. Pas darkës, ndërsa ndihmonte Lirën të bëhej gati për të fjetur, Arta mori një vendim. Duhej të bënte më shumë teste, më shumë vëzhgime të kujdesshme. Duhej të dokumentonte gjithçka që shihte, të ndërtonte një rast të fortë para se të fliste me bujarin. Sepse nëse kishte të drejtë, nëse Lira vërtet kishte ndonjë dëgjim të mbetur që ishte lënë pas dore, kjo do të ndryshonte gjithçka. Jo vetëm për vajzën, por për të gjithë atë familje të shkatëruar që thjesht po mbijetonte në vend që të jetonte vërtet. Arta rregulloi lepurin prej pelushi pranë Lirës dhe vëzhgoi vajzën duke mbyllur sy. Kishte një udhëtim të gjatë përpara, plot pasiguri dhe rreziqe. Por për herë të parë që kur kishte humbur foshnjën e saj, Arta ndjente se kishte një qëllim përsëri. Nuk mund ta kthente djalin e saj, por ndoshta mund të ndihmonte për ta kthyer Lirën në boll. Dhe ndoshta, në proces e sipër, do të gjente një rrugë kthimi edhe për veten e saj. Arta u zgjua në mes të natës me një plan. Nuk mund të vazhdonte të bënte vëzhgime rastësore. Duhej të ishte më metodike. Mori një fletore dhe filloi të mbante shënime të detajuara për gjithçka që kishte vëzhguar. Tingujt e rënd shkaktojnë përgjigje më konsistente. Dridhjet në dysheme tërheqin vëmendjen. Tingujt e mprehtë duket se nuk gjenerojnë reagim.
Përgjigjet më mirë ndaj stimujve të ulët dhe ritmik. Asnjë përgjigje ndaj zërave normal, por reagim i mundshëm ndaj zërave shumë të rënd ose të larë. Shkroi për më shumë se një orë duke regjistruar çdo detaj, çdo moment, çdo nuancë që kishte kapur ditët e fundit. Kur mbaroi, kishte disa faqe vëzhgimesh që fillonin të formonin një model të qartë. Lira nuk ishte në heshtje të plotë. Ishte diku midis tingullit dhe heshtjes, në një zonë që askush nuk e kishte hetuar siç duhet. Në mëngjes, Arta zbriti për të përgatitur mëngjesin me një vendosmëri të përtërirë. Bujari ishte tashmë në kuzhinë, duke përgatitur kafen e tij, duke u dukur më i lodhur se zakonisht. Kishte mbledhje tërë natën me furnitor në Gjermani, shpjegoi ai, duke kaluar dorën nëpër fytyrë. Më falni nëse dukem si një zombi. E imagjinoj që duhet të jetë raskapit se të menaxhosh gjithçka vetëm, tha Arta, duke filluar të ndante përbërësit për mëngjesin. A ka dikush që ju ndihmon me pjesën administrative? Kam një menaxher në fermë dhe një kontabiliste që vjen çdo javë, u përgjigj Bujari, duke pirë një glënjë kafe. Por vendimet më të mëdha, ato nuk mund t'i delegoj. Ai shikoi tavanin në drejtim të dhomës së Lirës. Veçanërisht tani, duhet të garantoj që gjithçka të jetë e qëndrueshme financiarisht. Për të ardhmen e saj. Kishte një melankoli në zërin e tij që i thyente zemrën. Arta kuptoi se Bujari nuk po jetonte vetëm të tashmen, ai po planifikonte vazhdimisht për një të ardhme ku ai mund të mos ishte i pranishëm, ku Lira do të kishte nevojë për burime për të mbijetuar vetëm në botën e saj të heshtur. Ndërsa përgatiste vezë të rrahura dhe fruta, Arta mendoi si ta hapte temën. Jo tani, vendosi. Jo kur Bujari ishte i raskapitur dhe i mbingarkuar. Duhej të zgjidhte momentin e duhur, kur të kishte prova më të forta. Lira zbriti për mëngjes me shprehjen e saj të zakonshme të largësisë. Arta vuri re, jo për herë të parë, si vajza lëvizte nëpër shtëpi. Hapat e saj ishin të matur, sikur po hartëzonte vazhdimisht hapësirën rreth saj përmes shisave të tjera që nuk ishin dëgjimi. Apo mos vallë përdorte shenja dëgjimore minimale pa e vënë re as vetë. Pasi Bujari u ngjit në zyrë dhe Lira ishte e shpërndarë me një puzle në dhomë, Arta vendosi të bënte një test tjetër. Shkoi te pianoja që ishte e mbështetur pas murit të dhomës së ndenjes, e mbuluar me një pëlvurë. Bujari kishte përmendur rastësisht se ishte e Teutës, e cila luante bukur, por që askush nuk e kishte prekur instrumentin që nga largimi i saj. Arta e zbuloi pianon me kujdes, duke ngritur kapakun. Tastet ishin me pluhur, por dukeshin në gjendje të mirë. Ajo nuk ishte muzikante, por dinte të luante disa akorde bazë që kishte mësuar në fëmijëri. U ul në stol dhe shikoi në drejtim të Lirës. Vajza ishte me kurriz, e përqendruar te puzlei. Arta shtypi një tast të lartë, butësisht. Asgjë. Lira nuk reagoi. Provoi një tast tjetër edhe më të lartë. Asgjë. Pastaj shkoi në skajin tjetër të pianos dhe shtypi një tast të rënd, shumë të ulët, duke e mbajtur të shtypur që dridhja të zgjaste më shumë. Këtë herë, e pa qartë. Shpatullat e Lirës u tensionuan. Gishtat e saj ndaluan së lëvizuri pjesët e puzzle-it. Ajo nuk u kthye, por kishte ndaluar atë që po bënte për të paktën 3 sekonda para se të rifillonte. Zemra e Artës u përshpejtua. Ajo shtypi një tast tjetër të rënd, më fort këtë herë. Lira pushoi përsëri. Ishte e pamohueshme tani. Kishte dëgjim të mbetur, të paktën për tingujt me frekuencë të ulët. Arta luajti një sekuencë notash të rënda, duke krijuar një model. Lira e la plotësisht puzzle-in dhe ktheu kokën lehtë, sikur po përpiqej të identifikonte nga vinte ajo ndjesi. Arta ndaloi së luajturi dhe priti. Lira qëndroi e palvizur për një moment, pastaj mori një pjesë të puzzle-it, por nuk e vendosi në asnjë vend. Thjesht e mbajti, me sytë e largët, sikur po procesonte diçka. Ishte në atë moment që Arta dëgjoi hapa në shkallë. Shpejt e mbuloi pianon përsëri dhe u largua. Bujari u shfaq në derën e dhomës, duke parë rreth e rrotull. Mendova se dëgjova pianon, tha ai, me zërin e ngarkuar me një emocion të papërcaktuar. Më falni, tha Arta, duke u ndjer fajtore që kishte prekur diçka aq personale pa leje. Thjesht po hiqja pak pluhurin. Nuk e dija nëse do t'ju mbetej qefi. Bujari shikoi pianon e mbuluar për një moment të gjatë. Teuta luante çdo ditë, tha ai me zë të ulët. Lira ulej shpesh në prerin e saj. Mjekët thoshin se ishte e kodë.
Teuta ndaloi së luajturi pak para aksidentit. Arta ndjeu një lëshon në fyt. Teuta kishte të drejtë, deshi ajo të bërtiste. Ajo kishte të drejtë gjatë gjithë kohës. Por nuk mund ta thoshte këtë, jo ende. Më vjen keq, tha në vend të kësaj. Nuk ishte qëllimi im të sillja kujtime të dhimbshme. Jo, është në rregull, tha bujari, duke tundur kokën sikur po hiqte mendimet e rënda. Në fakt, ndoshta është koha ta heqim mbulesën. Teutës do t'i kishte pëlqyer që planoja të përdorej përsëri. Ai shikoi Lirën, e cila i ishte kthyer vëmendjes te Puzlei, edhe pse ajo nuk mund ta vlerësoj, nuk ka sens ta lëm të mbuluar përgjithmonë. Arta pohoi, pa i besuar zërit të saj për t'u përgjigjur. Bujari u kthye në zyrë dhe ajo mbeti aty e ndaluar duke parë pianon e mbuluar, Lirën me sa duket të painteresuar për puzzle-in e saj dhe ndjeu peshën e përgjegjësisë që po merrte. Dinte diçka që bujari nuk e dinte, diçka që mund të ndryshonte gjithçka ose të shkatëronte shpresat e tij të fundit një herë e mirë. Pas dite, zonja Shpresa erdhi për mësimin. Arta shfrytëzoi rastin për të vazhduar hetimin e saj. U ngjit deri në dhomën e Lirës dhe filloi të kërkonte më me kujdes për gjurmë. Në një sirtar që nuk e kishte hapur më parë, gjeti një kufje për fëmijë, nga ato me limitues volumi për të mbrojtur veshët e fëmijëve. Ishte e ruajtur sikur dikush kishte hequr dorë prej saj shumë kohë më parë. Arta ekzaminoi kufjen. Ishte në gjendje të mirë, thjesht me pluhur. E lidhi me celularin e saj dhe e testoi. Funksiononte në mënyrë të përsosur. Një ide filloi të formohej në mendjen e saj. Po sikur ta testonte dëgjimin e Lirës në formë direkte, duke përdorur kufjen? Por kjo do të ishte kalimi një vije të qartë, të bënte diçka që definitivisht duhej bërë nga profesionist mjekësor, jo nga një dado. Por një pjesë tjetër e saj argumentonte se bujarit do t'i duheshin javë ose edhe muaj për të arritur të caktonte vizita me specialist, të bënte ekzaminime të reja, të kalonte nëpër të gjithë burokracinë mjekësore. Dhe çdo ditë që kalonte ishte një ditë më shumë e Lirës duke jetuar në atë izolim të panevojshëm. Nëse Arta mundej të paktën të konfirmonte dyshimet e saj në formë më konkrete, mundej atëherë të çonte prova të forta të bujari dhe të përshpejtonte të gjithë procesin. E futi kufjen në xhep dhe zbriti. Mësimi kishte përfunduar dhe zonja Shpresa po përshëndetej. Si ishte ajo sot, pyeti Arta me sjellje. Zonja Shpresa pshertiu. Si gjithmonë. I kryen aktivitetet, por nuk ka interes real. Është sikur ti mësosh një muri, pa ofendim. Gruaja rregulloi çantën në shpatull. Lira është ndryshe nga fëmijët e tjerë të shurdhër që kam njohur. Është sikur është e mbyllur brenda vetes. Arta u pajtua me kokë, duke menduar se zonja Shpresa kishte prekur diçka të rëndësishme. Lira nuk sillej si një fëmijë i shurdhër tipik. Izolimi i saj shkonte përtej mungesës së dëgjimit. Ishte sikur ajo kishte hequr dorë nga përpjekja për t'u lidhur me botën, sikur kishte mësuar se përpjekjet e saj do të ishin gjithmonë të koti. Pasi mësuesja doli, Arta gjeti Lirën në dhomën e lodrave, në vendin e zakonshëm, duke përqafuar lepurin. U ul në dysheme pranë saj, por jo shumë afër, duke mbajtur një distancë respektuese. Qëndroi aty për disa minuta në heshtje, thjesht duke ekzistuar në të njëjtën hapësirë me vajzën. Pastaj, ngadalë, nxori kufjen nga xhepi. Lira e shikoi objektin me një shprehje të papërcaktuar. A ishte njohje? Nostalgji? Frikë? Arta nuk arrinte ta deshifronte. Mbajti kufjen dhe tregoi drejt saj, pastaj tregoi drejt veshëve të saj, duke bërë një gjest universal të muzikës. Lira vëzhgoi, por nuk bëri asnjë lëvizje për të marrë kufjen. Arta vendosi kufjen në veshët e saj, mbylli sytë dhe u shtir sikur po shijonte muzikën, duke bërë një shprehje të egzageruar kënaqësie. Kur hapi sytë, Lira po e vëzhgonte me atë që dukej se ishte kuriozitet, emocioni i parë i sinqert që Arta kishte parë tek ajo. Arta hoqi kufjen dhe ja ofroi Lirës. Vajza e shikoi për një moment të gjatë, pastaj, në mënyrë surprizuese, zgjati dorën. Arta ndjeu zemrën t'i rrite fort. Me shumë kujdes, ndihmoi Lirën të vendoste kufjen në vesh, duke rregulluar madhësinë që të ishte e rehatshme. Pastaj, me duar që i dridheshin, Arta lidhi kufjen me celularin dhe zgjodhi një muzikë të butë, instrumentale, me mjaft bas dhe perkusion. Shtypi plai dhe vëzhgoi fytyrën e Lirës me vëmendje pothuajse të dhimbshme. Për disa sekonda, asgjë nuk ndodhi.
Lira qëndroi e palvizur me fytyrë të pashprehur. Arta filloi të mendonte se kishte gabuar plotësisht, se vëzhgimet e saj ishin thjesht rastësi dhe dëshirat e saj të projektuara në situata të rastësishme. Ishte gati ta fikte muzikën kur e pa. Sytë e Lirës u zgjeruan. Jo shumë, vetëm pak, por ishte një reagim i qartë dhe i padyshim. Ajo anoi kokën lehtë, buzët e saj u ndanë në një hapje të vogël habie. Gishtat e saj që mbanin lepurin u lëshuan pak. Dhe pastaj, për herë të parë që kur Arta e kishte njohur, një shprehje përshkoi fytyrën e Lirës. Nuk ishte saktësisht gëzim, Arta e kuptoi. Ishte diçka. Habitje, ndoshta. Njohje. Arta ndjeu lotët që i digjnin syt. Rriti volumin pak më shumë, duke e mbajtur ende në nivele të sigurta. Ndryshimi te Lira ishte edhe më i dukshëm. Ajo mbylli syt dhe një lot i vetëm rodhi në faqen e saj. Nuk ishte një lot trishtimi, Arta e kuptoi. Ishte diçka më e thellë, më komplekse. Ishte loti i dikujt që kishte harruar se tingujt ekzistonin dhe papritur po i kujtoheshin. Muzika u luajt për 3 minuta të plota. Arta nuk guxoi të lëvizte, të merrte frym fort, të bënte asgjë që do ta thyente atë moment. Kur muzika mbaroi, Lira hapi syt ngadalë dhe shikoi Artën. Vërtet e shikoi, jo thjesht regjistroi praninë e saj, por e pa. Dhe në atë shikim, Arta pa një kërkesë të heshtur. Më shumë. Me gishtat që i dridheshin, Arta vendosi një muzikë tjetër. Këtë herë, zgjodhi diçka me më shumë melodi, por ende me mjaft bas. Lira mbylli syt përsëri dhe Arta pa buzët e saj. Të lëviznin shumë lehtë, sikur po përpiqej të shoqëronte diçka, duke u përpjekur të lidhej me atë ndjesi që kishte menduar se ishte e humbur përgjithmonë. Ishte kështu që bujari i gjeti ato 10 minuta më vonë. Ai ndaloi te dera e dhomës së lodrave, i konfuzuar nga skena. Lira me një kufje, me sytë e mbyllur, me një shprehje në fytyrën e saj që ai nuk e shihte prej vitesh. Dhe Arta e ulur pranë saj, me lotët që i rridhnin lirshëm nëpër fytyrë, duke vëzhguar vajzën sikur po dëshmonte një mrekulli. Çfarë po ndodh këtu? Pyeti bujari, zëri i tij një përzierje konfuzioni dhe diçkaje që tingëllonte rrezikshëm pranë shpresës. Arta e shikoi atë dhe në atë moment e diti se nuk kishte më kthim prapa. Duhej të tregonte të vërtetën, duhej të ndante atë që kishte zbuluar, edhe nëse kjo do të thoshte rreziqe, edhe nëse mund të shkonte keq. Sepse Lira e meritonte dhe bujari e meritonte dhe të dy meritonin shansin për të zbuluar një të vërtetë që ishte varrosur nën vite supozimesh të pavëna në dyshim. Bujari përshkoi dhomën me 3 hapa të gjatë, me sytë e fiksuar te Lira dhe te kufja. Çfarë po bën? Pyeti ai dhe kishte një tension në zërin e tij që Arta nuk e kishte dëgjuar më parë. Një përzierje frike, konfuzioni dhe diçkaje që mund të ishte zemërim ose thjesht shok para të papriturës. Ajo po dëgjon muzikë. Pa lejen time. Pa u konsultuar me asnjë mjek. Kishte një dridhje në fjalët e tij që sugjeronte se po luftonte për të mbajtur kontrollin, për të mos lënë emocionet të shpërthenin. Vitet e shpresave të thyra e kishin bërë të kujdesshëm, skeptik ndaj çdo gjëje që dukej tepër premtuese për të qenë e vërtetë. Dhe këtu ishte Arta, dikush që ai e njihte prej më pak se 2 javësh, duke bërë diçka që mund të shihej si e pamend ose revolucionare, varësisht nga perspektiva. Arta gëlltiti pështymën, duke ruajtur qetësinë. Zoti Kelmendi, e di që duket impulsive, por ju lutem, më lini të shpjegoj. Ajo u ngrit ngadalë, duke u përpjekur të mos tremte Lirën. Kam vëzhguar disa gjëra dhe kisha nevojë të konfirmoja dyshimet e mia para se të flisja me ju. Dyshimet, përsëriti bujari, fjala doli si një akuzë. Vajza ime u ekzaminua nga specialistët më të mirë të vendit në Tiranë. Të gjithë arritën në të njëjtin përfundim. Ai tregoi drejt Lirës. Ajo është e shurdhër e thellë. Plotësisht e shurdhër. Dhe ju, dikush që është këtu prej më pak se 2 javësh, mendoni se dini më shumë se ata. Arta ndjeu zemërimin mbrojtës të fillonte të rritej, por e shtypi poshtë. Ai kishte çdo të drejtë të ishte i tërbuar. Ajo kishte tejkaluar kufit, kishte marrë vendime që nuk ishin të sajat për t'u marrë. Por shikoi Lirën, e cila ishte ende me kufjen në vesh, me sytë e mbyllur, e pavëmendshme ndaj tensionit në dhomë, dhe e diti se nuk mund të tërhiqej tani. Shikojeni atë, tha Arta butësisht. Vërtet shikojeni atë, bujar. Kur ishte hera e fundit që e pat kështu.
Bujari u kthye drejt vajzës dhe Arta pa momentin e saktë kur zemërimi ja la vendin konfuzionin. Lira ishte ndryshe. Fytyra e saj, zakonisht një mask indiference, tregonte diçka. Një përqendrim, një vëmendje, një prani që nuk ishte aty në 3 vitet e fundit. Ajo thjesht po mbyll syt, tha Bujari, por kishte më pak bindje në zërin e tij tani. Nuk do të thotë se po dëgjon ndonjë gjë. Arta ju afrua Lirës me kujdes dhe hoqi kufjen nga njëri prej veshëve të vajzës. Lira hapi syt menjëherë duke parë Artën me atë që mund të përshkruaj vetëm si shgënjim. Ajo donte të vazhdonte të dëgjonte. Arta vendosi kufjen mbrapsht dhe Lira mbylli syt përsëri, dukshëm më e relaksuar. Kjo nuk është reagim i rastësishëm, tha Arta për Bujarin. Ajo e di që tingulli ndaloi dhe dëshiron që të vazhdoj. Ajo po zgjedh të angazhohet me muzikën. Bujari kaloi dorën nëpër flok, dukshëm duke luftuar për të procesuar atë që po shite. Por ekzaminimet, filloi ai. Të gjitha testet audiologjike. Ajo nuk u përgjigjej asnjë stimuli zanor. Kur ishte testi i fundit, pyeti Arta. Bujari mendoi për një moment. Janë bërë 3 vjet. Pak pas aksidentit me Teutën. Mjekët thanë se nuk kishte nevojë të vazhdonim testimin sepse diagnoza ishte e qartë dhe e pakthyeshme. Arta pohoi. Po sikur diçka të ketë ndryshuar në këto 3 vjet. Po sikur të ketë pasur ndonjë rikuperim natyral që askush nuk e vuri re sepse të gjithë thjesht pranuan se ishte i përhershëm. Rikuperim, tha Bujari, fjala tingëllonte e huaj në gojën e tij, sikur ai të kishte harruar se një koncept i tillë mund të ekzistonte. Ju po thoni se vajza ime mund të dëgjoj. Po them se ajo po u përgjigjet tingujve, korrigjoi Arta. Nuk e di sa shumë mund të dëgjoj, ose cila frekuenca, ose nëse është konstante apo me ndërprerje. Por diçka po ndodh që nuk po shpjegohet nga diagnoza e shurdhimit të plotë. Bujari u ul rëndshëm në divan, me syt ende të fiksuar te Lira. Gjatë javës së fundit, tha Arta, duke u ulur pranë tij, por duke mbajtur distancë respektuese, kam vënë re gjëra të vogla. Kur zbrisni shkallët me çizmet tuaja të rënda, ajo ndonjëherë anon kokën. Kur unë lë të bjerë diçka në dysheme, ajo hovet lehtë. Janë reagime delikate, por janë reagime. Pse nuk më treguat menjëherë, pyeti Bujari, duke e parë atë. Sepse kisha nevojë të isha e sigurt, u përgjigj Arta. Ju keni kaluar tashmë nëpër aq shumë shpresa të thyra. Nuk doja të shtoja edhe një tjetër nëse nuk do të kisha prova reale. Ajo shikoi Lirën. Dhe tani i kam. Ajo po i përgjigjet muzikës, veçanërisht tingujve të rëndë dhe të ulët. Ka dëgjim të mbetur aty, jam e sigurt. Bujari qëndroi në heshtje për një moment të gjatë, duke vëzhguar vajzën. Arta pothuajse mund t'i shihte mendimet që vraponin në përmendjen e tij, vite pranimi duke u sfiduar, struktura mentale që ai kishte ndërtuar për të përballuar realitetin duke u shembur. Duhet të shoh më shumë, tha ai përfundimisht. Duhet të kuptoj atë që po shihni. Arta pohoi. Mori celularin dhe pushoi muzikën. Lira hapi syt menjëherë duke parë rreth e rrotull me konfuzion. Arta hoqi kufjen prej saj me kujdes dhe Lira i kapi krahun, duke mos dashur që të ndalonte. Ishte kontakti i parë fizik që Lira kishte nisur spontanisht që kur Arta kishte ardhur. Do t'ja tregoj edhe babit tënd, tha Arta për Lirën, duke lëvizur buzët qartë. I vendosi kufjen Bujarit. Do të luaj të njëjtën muzikë. Kushtoi vëmendje si ndihesh, jo vetëm asaj që dëgjon. Dridhjet, frekuencat e ulta. Bujari vendosi kufjen me duar që i dridheshin lehtë. Arta dha play. Pa Bujarin të mbyllte syt, duke u përqendruar. Rriti volumin pak. Tani imagjinoni, tha Arta butësisht, që keni kaluar vite pa këtë. Që ky tingull ishte diçka që mendonit se ishte humbur përgjithmonë. Dhe pa pritur, është kthyer. Bujari hoqi kufjen ngadalë, me syt që shkëlqenin nga lotët e paderdhur. Ka shumë dridhje, tha ai. Mund ta ndjej në veshët e mi, jo vetëm ta dëgjoj. Është një ndjesi fizike. Saktësisht, tha Arta. Dhe për dikë me humbje dëgjimi të rënd, veçanërisht në frekuencat e larta, kjo dridhje në frekuencat e ulta mund të jetë e vetmja mënyrë për të perceptuar tingullin. Mund të jetë që Lira kur nuk e ka humbur plotësisht dëgjimin. Mund të jetë që ajo ka dëmtim selektiv që prek kryesisht tingujt e mbret,
por tingujt e rënd ende e arrin në një farë mënyre. Bujari shikoi lirën, e cila po vëzhgonte kufjen në duart e tij me interes të dukshëm. Gruaja ime, filloi ai, me zërin e mbytur. Teuta thoshte shpesh se lira reagonte ndaj pianos së saj. Veçanërisht kur luante nota të ulta. Mjekët thanë se ishte thjesht rastësi, se lira po u përgjigjej dridhjeve në dy sheme, jo vetë tingullit. Ndoshta ishin të dyja, sugjeroi Arta. Ndoshta Teuta kishte të drejtë gjatë gjithë kohës. Bujari mbuloi fytyrën me duar. 3 vjet, tha ai përmes gishtave. 3 vjet duke menduar se ajo jetonte në heshtje të plot kur ndoshta nuk ishte e vërtetë. Arta vendosi një dorë të butë në shpatullën e tij. Mos fajsoni veten. Ju besuat të specialistët, bëte atë që çdo prind i përgjegjshëm do të bënte. Por Teuta e dinte, tha bujari duke ulur duar. Ajo e dinte se kishte diçka më shumë. Unë i thash asaj ta pranonte diagnozën, të ndalonte se kërkuari kura mrekulli bërse. I thash se po mashtronte veten. Ai shikoi Artën me sytë e skuqur. Po sikur unë të kisha gabuar. Po sikur ajo të kishte të drejtë dhe unë e bëra të dorëzoj. Arta nuk kishte përgjigje për këtë. Ishte një dhimbje shumë specifike dhe personale për të ngushëlluar me fjalë të zbrazta. Në vend të kësaj, ajo tha. Ajo që ka rëndësi tani është çfarë bëjmë më pas. Lira ka nevojë për ekzaminime të reja, teste të përditësuara, specialistë që mund të vlerësojnë saktësisht çfarë mund ose nuk mund të dëgjojë ajo. Bujari pohoi duke fshirë sytë. Që nesër do të filloj të bëj telefonata. Ai shikoi lirën. Mund të vazhdojmë me muzikën për momentin? Ndërsa presim ekzaminimet. Sigurisht, tha Arta. Por duhet të kemi kujdes me volumin dhe kohën e ekspozimit. Nuk duam të shkaktojmë asnjë dëm shtesë. Ata kaluan orën tjetër duke eksperimentuar me lloje të ndryshme muzike, duke vëzhguar reagimet e lirës. Muzikat me shumë bas provokonin përgjigjet më të forta. Muzikat vetëm instrumentale dukeshin se funksiononin më mirë se sa muzikat me vokale. Dhe mbi të gjitha, muzika klasike me piano bënte diçka speciale. Lira jo vetëm që reagonte, ajo dukej pothuajse në paqe, sikur po rilidhej me diçka që e kishte humbur shumë kohë më parë. Teuta luante Chopin, tha bujari butësisht ndërsa vëzhgonte vajzën. Ishte i preferuari i saj. Ai shikoi Artën. Mendoni se lira e kujton? Që në ndonjë nivel të thellë, ajo e njeh. Unë mendoj se kujtimet muzikore janë të fuqishme, tha Arta. Veçanërisht kujtimet e formuara në fëmijërinë e hershme. Edhe nëse ajo nuk e kujton me vetdije, trupi e kujton. Zemra e kujton. Kur ra nata, bujari përgatiti darkën duke marrë pjesë vërtet në rutinë në vend që thjesht ta ekzekutonte atë. Ai bisedoi me lirën gjatë gjithë vakti, edhe pa qenë i sigurt nëse ajo kuptonte, duke lëvizur buzët me egzagerim, por me një energji që nuk e kishte më parë. Dhe lira, edhe pse nuk përgjigjej me zë, duke i më e pranishme, sytë e saj her pas here takonin të tij në vend që të shikonin përmes tij. Pas darkës, ndërsa Arta po ndihmonte lirën të përgatitej për të fjetur, vajza bëri diçka të papritur. Ajo mori kufjen që Arta e kishte lënë mbi komodinë dhe ja solli asaj, duke e vendosur në duart e Artës me një shikim që qartësisht thoshte më shumë. Arta shikoi bujarin, i cili ishte ndaluar te dera. Mund ta lë të dëgjoj edhe pak para se të flinte, pyeti ajo. Muzikë të qetë, volum të ulët, vetëm 15 minuta. Bujari pohoi. Unë mendoj se ajo e meriton këtë. Ai hyri në dhomë dhe u gjunjëzua pranë krevatit të lirës. Bi, tha ai, duke e ditur se ajo nuk mund të dëgjonte, por duke pasur nevojë ta thoshte gjithsesi. Më vjen shumë keq që mu desh aq shumë kohë për të parë vërtet. Më vjen keq që hoqa dorë kur nëna jote kishte ende shpresë. Lira nuk mund t'i dëgjonte fjalët, por diçka në shprehjen e babait duhet të ketë komunikuar emocionin pas tyre. Ajo zgjati një dorë të vogël dhe preku fytyrën e tij, një gjest që i theu zemrën bujarit. Ishte kontakti i parë fizik vërtet i përzemërt që ajo kishte nisur në 3 vjet. Arta i vendosi kufjen lirës dhe zgjodhi një playlist me muzikë klasike të butë. Lira ushtri duke përqafuar lepurin, por këtë herë fytyra e saj nuk ishte e mbyllur dhe e largët. Kishte një lakim të lehtë në qoshet e gojës së saj, diçka që mundet, nëse dikush do të ishte optimist mjaftueshëm, të quhej buzëqeshje.
Bujari dhe Arta dolën nga dhoma bashk, duke e lënë derën gjysmë të hapur. Në korridor, Bujari u mbështet në mur, dukshëm i raskapitur emocionalisht. Faleminderit, tha ai thjesht. Që nuk u dorëzuat. Që pat atë që të gjithë ne kishim ndaluar së kërkuari. Arta tundi kokën. Unë bëra vetëm atë që çdo person vëzhgues do të bënte. Jo, tha Bujari. Ju u interesuat mjaftueshëm për të vënë në dyshim. Kjo është më e rrallë se sa mendoni. Ai shikoi derën gjysmë të hapur të dhomës së lirës. Nesër ndryshoi gjithçka. Ekzaminime të reja, vlerësime të reja, mundësi të reja. Por këtë natë, vetëm për këtë natë, do të lejoj veten të ndihem sërish shpresëplodh. Arta ndjeu lotët e saj që kërcënonin të binin. Shpresa ishte një emocion i rrezikshëm, ajo e dinte këtë shumë mirë. Por duke parë Bujarin, duke parë transformimin në fytyrën e tij, nuk mund të mohonte se ishte gjithashtu një emocion i bukur, i fuqishëm, i nevojshëm. Ndoshta, mendoi ajo, ndërsa drejtohej për në dhomën e saj, shpresa ishte saktësisht ajo që të gjithë në atë shtëpi kishin nevojë. Jo garanci, jo siguri, por thjesht mundësia që gjërat mund të ishin ndryshe nga ç'kishin qenë gjithmonë. Dhe ndonjëherë, kjo mundësi ishte e mjaftueshme për të ndryshuar gjithçka. Mëngjesi i ardhshëm solli një energji ndryshe në shtëpi. Bujari u zgjua herët dhe ishte tashmë në telefon para orës 7, duke caktuar konsulta, duke kërkuar specialist, duke folur me kontabilisten e tij se si të përshpejtonte pagesat private për të shmangur radhët e gjata të pritjes. Arta e dëgjonte nga kati i sipërm ndërsa përgatiste lirën për ditën dhe ndjente një përzierje lehtësimi dhe ankthi. Ajo kishte nisur diçka që nuk mund ta kontrollonte më, dhe tani duhej të besonte se kishte bërë gjën e duhur. Lira zbriti për mëngjes me kufjen në duar. Ja dha Artës me një shikim që qartësisht thoshte se priste të mund ta përdorte përsëri. Arta shikoi Bujarin, i cili pohoi. 15 minuta, tha ai. Pastaj duhet të hajë mëngjesin. Arta vendosi muzikën dhe vëzhgoi ndërsa Lira hante me më shumë vëmendje se sa zakonisht, duke u përtypur sipas ritmit të muzikës instrumentale që luaj. Ishte një ndryshim delikat por domethënës. Për herë të parë, ajo dukej se ishte vërtet e pranishme gjatë vakti, jo thjesht duke kryer një funksion biologjik. Bujari mbaroi telefonatat e tij dhe ju bashkua atyre në tryez. Arrita të caktoj një konsult për pasnesër në Tiranë, njoftoi ai. Dr. Ilir Kastrati, një nga audiologët më të mirë të vendit. Ai do të bëjë një bateri të plot testesh, duke përfshirë disa metoda më të reja që nuk ekzistonin kur Lira u diagnostikua për herë të parë. Arta pohoi, duke ndjer peshën e përgjegjësisë. Po sikur testet të tregonin se ajo kishte gabuar, po sikur reagimet e Lirës të ishin thjesht rastësi të ndërlikuara, dhe Arta të kishte krijuar shpresa të rreme për një familje që kishte vuajtur tashmë tepër? E di çfarë po mendoni, tha Bujari, sikur t'i lexonte mendjen. Dhe nuk ka rëndësi çfarë tregojnë testet, ju bë të gjën e duhur. Vut në dyshim, vëzhguat, u interesuat mjaftueshëm për të rrezikuar. Kjo është më shumë se çdo person tjetër ka bërë në 3 vitet e fundit. Por kishte diçka më shumë që Arta duhej t'i tregonte atij, diçka që kishte zbuluar në dosjet mjekësore, por ende nuk e kishte përmendur. Hezitimi duhet të ketë qenë i dukshëm në fytyrën e saj sepse Bujari rrudhi ballin. Ka diçka tjetër, pyeti ai. Arta shikoi Lirën, e cila ishte e zhytur në muzikë. Mund të flas me ju privatisht për një moment, pyeti ajo. Bujari tundi kokën dhe ata u zhvendosën në dhomën ngjitur, duke e lënë derën hapur për të vëzhguar Lirën. Kur po rishikoja dokumentet mjekësore, filloi Arta, gjeta regjistrime të vitit të parë të jetës së saj. Infeksionet e veshit, trajtimi me antibiotik. Po, tha Bujari. Teuta ishte e tmerruar që infeksionet do të shkaktonin dëmtime të përhershme. Prandaj këmbënguli në trajtim agresiv. Arta mori frym thellë. Disa nga antibiotikët e përdorur, veçanërisht aminoglikozidet, njihen se potencialisht shkaktojnë dëmtime dëgjimore nëse përdoren në doza të larta ose për periudha të zgjatura. Është e rrallë, por ndodh. Bujari u zbeth. Ju po thoni se trajtimi mund të ketë shkaktuar dëmtimin. Nuk e di, tha Arta. Mund të jetë një kombinim faktorësh. Por ka shënime të Teutës duke u bërë presion mjekëve për të vazhduar mjekimin edhe kur disa sugjeronin pauza. Bujari u ul në divan. Teuta ishte e dëshpëruar, tha ai. Infeksionet ishin të tmerrshme.
Lira qante me orë nga dhimbja. Teuta kishte lexuar për fëmijë që mbeten të shurdhër nga infeksione të patrajtuara. Nuk mund të rrezikonte. Arta u ul pranë tij. Ajo po përpiqej të mbronte vajzën. Çdo nën do të kishte bërë të njëjtën gjë. Por po sikur, filloi bujari me zërin që i dridhej, po sikur duke u përpjekur ta mbronim, ne shkaktuam saktësisht atë që kishim frikë se do të ndodhte. Ai shikoi Artën me sy të shkatëruar. Teuta vdiq duke mbajtur këtë faj. Ajo kur nuk foli hapur, por unë e shija në sytë e saj. Ajo fajsonte veten për diagnozën e Lirës. Ju nuk mund ta dini këtë me siguri, tha Arta butësisht. Dhe edhe nëse trajtimi ka kontribuar, ishte një vendim mjekësor i mbikëqyrur nga profesionistë. Nuk ishte neglizhencë, ishte dashuri e dëshpëruar duke u përpjekur të shpëtonte një fëmijë në vuajtje. Bujari qëndroi në heshtje. Pas diagnozës, tha ai, Teuta u bë e fiksuar pas gjetjes së një kure. Ne ziheshim për këtë. Natën para aksidentit, patëm një diskutim të vështirë. Unë i thash asaj të ndalonte, se Lira nuk do të dëgjonte kurrë. Teuta doli duke qarë, mori makinën në shi. Zëri i tij u mbyll. Dhe nuk u kthye kurrë. Arta ndjeu lotët që i digjinin sytë e saj. Teuta kishte të drejtë, tha ajo butësisht. Ajo e dinte se kishte diçka më shumë. Intuita e saj amësore po përpiqej të thoshte të vërtetën. Por unë e bëra të ndjej sikur ishte e çmendur, tha bujari. E bëra të ndjej sikur ishte vetëm në shpresën e saj. Sikur unë ta kisha mbështetur, sikur të kisha besuar tek ajo, ndoshta ajo nuk do të kishte dalë atë natë. Ndoshta do të ishte ende këtu. Ju nuk mund të fajsoni veten për këtë, tha Arta me vendosmëri. Aksidenti ishte saktësisht kjo, një aksident. Nuk u shkaktua nga një diskutim apo nga mungesa e mbështetjes. Ishte një tragjedi e rastësishme dhe mizore. Bujari fshiu sytë. Si e përballoni ju këtë, pyeti ai papritur. Pash në dokumentet tuaja të punësimit. Ju keni humbur një fëmijë kohët e fundit. Si zgjoheni çdo ditë dhe vazhdoni. Arta nuk e priste pyetjen. Ndjeu piçkimin e njohur të dhimbjes. Nuk e di nëse e përballoj mirë, pranoi ajo. Erdha këtu sepse nuk mundesha më të isha në vende ku shija nëna me foshnja. Por ju ende interesoheni, tha bujari. Ende arrini të lidheni me Lirën, ende arrini të ndjeni empati dhe dëmshuri. Unë e admiroj këtë. Arta tundi kokën. Ndoshta unë lidhem me Lirën sepse njoh diçka të vetja. Ajo është në një lloj heshtjeje dhe unë në një tjetër. Të dyja të shkëputura nga bota. Ata qëndruan të ulur në heshtje të përbashkët për një moment, dy njerëz që mbanin humbje të ndryshme por një lloj të thella. Pastaj dëgjuan një tingull nga dhoma ngjitur. Nuk ishte tamam një tingull, ishte më shumë një vokalizim. Një mërmëritje e vogël melodike. Të dy vrapuan për në dhomën e ngrënies. Lira ishte ende me kufjen në vesh, por goja e saj ishte lehtësisht e hapur dhe ajo po bënte tinguj. Nuk ishin fjalë, por ishin përpjekje për të shoqëruar muzikën. Ishte hera e parë që ajo kishte vokalizuar spontanisht prej vitesh. Bujari mbeti i paralizuar te dera. Ajo po këndon, përshpëriti ai. Ose po përpiqet të këndoj. Arta ju afrua ngadalë dhe hoqi njërin nga anët e kufjes nga veshi i Lirës. Vajza e shikoi atë dhe pastaj, për herë të parë, buzëqeshi. Nuk ishte një buzëqeshje e madhe, por ishte e sinqertë dhe e padyshim. Dhe pastaj tha diçka që bëri që bota e bujarit të ndalonte. Tingull, tha ajo, fjala e formuar keq por e qartë. Tingull i bukur. Bujari la të shpëtonte një nga shërim dhe ra në gjunjë pranë vajzës. Lira e shikoi me kuriozitet dhe pastaj, duke imituar diçka që duhet të kishte parë në ndonjë moment të largët të kujtesës së saj, vendosi dorën në faqen e tij, duke fshirë një lodh. Babi i trishtuar, tha ajo, fjalët e zvarritura dhe të pasakta, por fjalë gjithsesi. Arta ndjeu lotët e saj duke rënë lirshëm. Ajo kishte dëshmuar diçka të jashtëzakonshme. Jo vetëm konfirmimin se Lira mund të dëgjonte diçka, por komunikimin e parë vokal të vërtet midis babait dhe vajzës prej vitesh. Ishte një moment që ajo e dinte se do ta kujtonte për pjesën tjetër të jetës. Bujari e përqafoi Lirën me një delikatesë të dëshpëruar, sikur ajo ishte në të njëjtën kohë gjëja më e çmuar në botë dhe diçka që mund të zhdukej nëse ai nuk do ta mbante fort mjaftueshëm.
Lira nuk rezistoi. Në vend të kësaj, mbështeti kokën në shpatullën e tij, duke mbajtur ende lepurin me një dorë ndërsa tjetra qëndronte në faqen e babait. Të dua, tha bujari, duke e ditur se ajo ndoshta nuk mund t'i dëgjonte fjalët, por duke pasur nevojë t'i thoshte. Të dua aq shumë, dhe më vjen shumë keq që mu desh aq shumë kohë për të parë vërtet. Arta u dha hapësirë, duke u tërhequr në kuzhinë. U mbështet në banak, duke ngashëryer në heshtje. Nuk ishin vetëm lot për familjen Kelmendi dhe udhëtimin e tyre të rizbulimit. Ishin lot për gjithçka që ajo vetë kishte humbur, për të gjitha mundësitë që kur nuk do të ekzistonin për të dhe foshnjën e saj. Por ishin gjithashtu lot të diçkaje të përafërt me mirënjohjen. Sepse në mes të dhimbjes së saj, ajo kishte gjetur një qëllim. Kishte ndihmuar në bashkimin e një familjeje, i kishte dhënë zë një fëmije që të gjithë mendonin se ishte e dënuar me heshtje. Kur u mblodh, u kthye në dhomën e ngrënies. Bujari ishte ulur në dysheme me Lirën në preher, duke u lëkundur butësisht. Arta, tha ai, duke e parë atë me një shprehje emocioni të thellë. Nuk di si t'ju falenderoj. Na dha të mbrapsht diçka që menduam se ishte humbur për gjithmonë. Ishte Lira ajo që na e dha këtë, tha Arta butësisht. Unë thjesht kushtova vëmendje. Ajo u gjunjëzua për të qenë në nivelin e syve me Lirën. Ti je shumë guximtare, i tha ajo vajzës, duke folur ngadalë dhe qartë. Shumë guximtare për të provuar të flasësh përsëri. Lira shikoi Artën për një moment të gjatë, pastaj zgjati krahun dhe preku fytyrën e Artës në të njëjtën mënyrë siç kishte prekur atë të bujarit. Arta ndjeu zemrën e saj të thyej. Dhe të rindërtohej në të njëjtën kohë. Në atë prekje të thjeshtë, kishte njohje, lidhje, ndoshta edhe mirënjohje. Ishte më shumë komunikim i sinqert se sa Lira kishte shfaqur prej vitesh. Ditët deri në konsultën në Tiranë u mbushën me mrekulli të vogla. Lira eksperimentonte me tinguj, duke u përpjekur të imitonte fjalë të thjeshta përmes kufjes. Përpjekjet e saj ishin të papërsosura, por ishin përpjekje të festuara. Bujari u transformua. Njeriu i dorëhequr po zhdukej, i zëvendësuar nga një baba i angazhuar dhe shpresëplodh. Kalonte orë me Lirën, duke eksperimentuar me muzika, duke shënuar gjithçka për specialistin. Arta, nga ana e saj, ndjente gëzim për progresin dhe trishtim të përtërir për humbjen e saj. Por nuk e lejonte veten të zhytej në atë trishtim. Lira kishte nevojë për të. Natën para udhëtimit për në Tiranë, Arta po rregullonte një valixhe të vogël me gjërat e Lirës kur bujari u shfaqte dera. Mund të flas me ju një moment, pyeti ai. Arta pohoi dhe ata dolën në korridor. Bujari dukej nervoz, diçka e pazakont për një njeri zakonisht aq të kontrolluar. E di që jeni këtu si punonjëse, filloi ai, por për mua dhe për Lirën, ju jeni bërë shumë më shumë se aq. Ju jeni bërë pjesë e kësaj familjeje. Arta ndjeu një nxehtësi në gjoks, por edhe një piçkim frike. Nuk donte të lidhej tepër, jo kur gjithçka ishte ende aq e pasigurt. Unë interesohem për ju të dy, tha ajo me sinqeritet. Shumë. Dua që të vini me ne nesër, tha bujari. Për konsultën. Ju duhet të jeni aty kur më në fund të kemi përgjigje reale. Ju e meritoni këtë. Arta pohoi, e emocionuar tepër për t'i besuar zërit të saj. Bujari e tërhoqi në një përqafim të shpejt por të sinqert, pastaj u tërhoq, dukshëm i vënë në siklet nga shfaqja e tij e afërsisë. Shplodhuni, tha ai. Nesër mund të jetë një ditë e gjatë. Atë natë, Arta u shtri në krevat duke shikuar tavanin, duke menduar për gjithçka që kishte ndodhur në 2 javët e fundit. Ajo kishte ardhur në këtë fermë duke kërkuar izolim, duke kërkuar një vend për të fshehur dhimbjen e saj. Në vend të kësaj, kishte gjetur qëllim, lidhje dhe ndoshta, vetëm ndoshta, një rrugë kthimi në jetë. Nuk ishte rruga që ajo kishte imagjinuar, nuk përfshinte foshnjën që ajo kishte humbur, por ishte një rrugë gjithsesi. Dhe për herë të parë që kur kishte lënë spitalin me krah bosh, Arta i lejoi vetes të besonte se ndoshta, përfundimisht, ajo do të ishte mirë. Jo sot, jo nesër, por ndonjë ditë. Udhëtimi për në Tiranë filloi para agimit. Bujari kishte këmbëngulur të dilnin herët për të shmangur trafikun dhe për të mbërritur me kohë për konsultën e orës 10. Arta u ul në stolat e pasme pranë Lirës, e cila mbante lepurin prej pelushi me një dorë dhe dorën e Artës me tjetrën. Ishte hera e parë që vajza tregonte dëshirë për afërsi fizike vullnetare dhe të vazhdueshme, dhe Arta ndjente peshën e asaj dore të vogël sikur ishte gjëja më e çmuar në botë.
rruga shpalosej para tyre duke prerë pemtoret dhe qytetet e vogla. Lira shikonte nga dritarja me më shumë interes se zakonisht, duke treguar her pas here gjëra që i tërhiqnin vëmendjen. Një kal në një kullot, një kamion shumë ngjyrësh, një kishë me kulla të larta. Bujari shikonte pasqyrën e pasme vazhdimisht duke vëzhguar vajzën, ende duke mos besuar plotësisht transformimin që kishte dëshmuar ditët e fundit. Arta, tha bujari pas gati një ore heshtjeje, nëse rezultatet nuk janë ato që presim, nëse mjekët thonë se po i interpretojmë gabim gjërat, ju nuk duhet të fajsoni veten. Ju bëtë më shumë për Lirën në 2 javë se sa çdo person tjetër bëri në vite. Arta pohoi, por ankthi i shtrëngonte stomakun. Po sikur ajo vërtet të kishte krijuar shpresa të rreme? Po sikur vokalizimet e Lirës të ishin thjesht rastësi, reflekse të pavullnetshme që nuk do të thoshin asgjë? Përgjegjësia peshonte mbi të si një gur. Lira tërhoqi mëngën e Artës duke i tërhequr vëmendjen. Vajza tregoi kufjen që ishte e ruajtur në çantën e Artës. Donte muzikë përsëri. Arta shikoi bujarin, i cili pohoi. Mund t'ia jepni. Do ta ndihmoj të qëndrojë e qetë gjatë udhëtimit. Arta i vendosi kufjen Lirës dhe zgjodhi një playlist të qetë. Vajza mbylli sytë dhe u mbështet në stol, gishtat e saj duke rrahur lehtë mbi lepurin sipas ritmit të muzikës. Ishte një skenë aq normale, aq e zakonshme për çdo fëmijë, por për Lirën ishte e jashtëzakonshme. Çdo gjest i vogël i lidhur me tingullin ishte një provë e gjallë se ajo nuk ishte plotësisht e izoluar në heshtje. Mbërritën në Tiranë pak pas orës 9. Qyteti i madh dukej se e gëlltiste makinën, ndërtesa të larta duke bllokuar qiellin, zhurma e trafikut duke krijuar një kakofoni urbane. Lira hapi sytë, dukshëm e parehatshme me ndryshimin e ambientit. Arta mbajti dorën e saj me më shumë forcë, duke i ofruar ngushëllim të heshtur. Konsulta e Ilir Kastratit ishte në një klinikë moderne në lagjen e bllokut. Recepcioni ishte mikpritës, me mure në tone të buta dhe lodra edukative në një qoshe. Një recepcioniste e buzëqeshur i priti dhe u kërkoi të plotësonin disa formular. Bujari mori tabelën me duar që i dridheshin lehtë, tensioni i dukshëm në çdo vit të trupit të tij. Ndërsa prisnin, Arta vëzhgoi familje të tjera. Një nën me një djalë që mbante aparat dëgjimi shumë ngjyrësh. Një çift me një adoleshente që komunikonte me shenja. Kishte jetë, komunikim, lidhje. Lira vëzhgonte gjithçka me sy të vëmendshëm. Veçanërisht adoleshenten me shenja. Gishtat e saj lëviznin në formë magjepsëse, të shpejtë dhe ekspresive. Lira imitoi një nga gjestet duke lëvizur duart e saj të vogla në formë të ngathët. Adoleshentja e vuri re dhe buzëqeshi duke bërë gjestin përsëri, më ngadalë. Lira u përpoqta kopjonte dhe për herë të parë, Arta pa diçka që mund të ishte kuriozitet i sinqert në fytyrën e vajzës. Familja Kelmendi thiri një infermiere. Dër Kastrati është gati t'ju presë. Zyra ishte e gjerë dhe e ndriçuar mirë, me pajisje mjekësore moderne të organizuara përgjatë mureve. Dër Ilir Kastrati ishte një burr rreth të 50-tave, me flokë gri, sy të butë prapa syzeve me kornizë diskrete. Ai përshëndeti bujarin me një shtrëngim dore të fortë, i buzëqeshi Artës dhe pastaj u gjunjëzua për të qenë në nivelin e Lirës. Përshëndetje, Lira, tha ai, duke folur qartë por pa egzagjerime. Emri im është Ilir. Do të bëjmë disa teste sot për të kuptuar më mirë si funksionojnë veshët e tu. Gjithçka në rregull? Lira e shikoi pa u përgjigjur, por nuk kishte frikë në shikimin e saj. Vetëm vëzhgim i kujdesshëm. Dër Kastrati u ngrit dhe bëri gjest që të gjithë të uleshin. Bujar, më tregoni për ato që keni vëzhguar, kërkoi ai. Bujari filloi të shpjegonte, zëri i tij duke fituar emocion ndërsa përshkruante vëzhgimet e Artës, reagimet e Lirës ndaj tingujve, fjalët e para të folura prej vitesh. Arta plotësoi me detaje specifike, duke përmendur frekuencat që dukeshin se provokonin më shumë përgjigje, mënyrën se si Lira reagonte ndryshe ndaj tingujve të rënd kundrejt atyre të mprehë. Dër Kastrati dëgjonte me vëmendje, duke mbajtur shënime her pas here. Kur bujari përmendi historikun e infeksioneve të veshit dhe trajtimin me antibiotik aminoglikozid, mjeku ngriti vetullat. I keni sjell regjistrimet mjekësore të vjetra, pyeti ai. Po, të gjitha, tha bujari, duke dorëzuar një dosje të trash. Gjithçka që nga lindja deri në ekzaminimin e fundit 3 vjet më parë.
Dyrekastrati shfletoi dokumentet duke u bërë më serioz. Shoh që trajtimi ka qenë i zgjatur, komentoi ai. Doza të larta të gjentamicinës për periudha përtej të rekomanduarës. Mjekët i përmendën rreziqet? I përmendën si një rrezik të vogël, tha Bujari, por fokusi ishte të shpëtojë dëgjimin nga infeksionet. Është fatkeqësisht e zakonshme, tha Dyrekastrati. Aminoglikozidet janë efikas, por kanë toksicitet të njohur për veshin. Te foshnjat rreziku është më i madh. Ai mbylli dosjen. Por ju raportoni reagime ndaj tingujve. Kjo sugjeron dëmtim të paplodh. Atëherë është e mundur, tha Arta, duke ndjerë shpresën të rritej në gjoksin e saj. Është e mundur që ajo të ketë dëgjim të mbetur që është lënë pas dore. Është e mundshme, tha Dyrekastrati. Do të bëjmë teste sot. Audiometri, timpanometri dhe teste të tjera. Kjo do të na jap një hartë të plotë. Sa kohë do të marrë, pyeti Bujari. Disa orë, u përgjigj mjeku. Lira do të duhet të jetë e duruar, por do të bëj gjithçka të mundur për ta bërë gjithçka sa më të rehatshme për të. Testet filluan. Së pari, Dyrekastrati bëri një ekzaminim fizik bazë të veshëve të Lirës. Pastaj e çoi në një kabinë audiometrike, një dhomë e vogël dhe e izoluar nga zhurmat me dritare vëzhgimi. Arta dhe Bujari qëndruan jashtë, duke vëzhguar përmes xhamit ndërsa infermierja vendoste kufje speciale në veshët e Lirës. Testi i audiometrisë erdhi i pari. Infermierja bënte tinguj në frekuenca dhe volume të ndryshme, duke vëzhguar reagimet e Lirës. Në fillim, vajza dukej e konfuzuar, duke mos kuptuar çfarë pritej prej saj. Por kur tingujt e rënd filluan, reagimet e saj ishin të padyshimta. Ajo kthente kokën, sytë e saj zgjeroheshin, ajo qartësisht perceptonte diçka. Bujari mbajti dorën e Artës ndërsa vështronin. Po e shihni këtë, pëshpëriti ai. Ajo po përgjigjet. Vërtet po përgjigjet. Arta pohoi, me lotët që i digjinin syt. Po përgjigjet. Testet vazhduan për gati 3 orë. Disa ishin pasiv, me Lirën thjesht të shtrirë ndërsa elektrodat matnin aktivitetin elektrik në trurin e saj. Të tjerë kërkonin pjesëmarrjen e saj aktive. Lira u bë e shqetësuar në disa momente, por infermierja ishte e aftë për ta mbajtur të angazhuar, duke i ofruar lodra të vogla dhe pauza kur ishte e nevojshme. Përfundimisht, Dyrekastrati doli nga dhoma e testeve me Lirën. Vajza dukej e lodhur por jo e shqetësuar. Ajo ishte shumë guximtare, tha mjeku, duke i përkëdhelur kokën. Do t'i analizojmë të gjitha rezultatet tani. Kjo do të marrë rreth 40 minuta. Ka një kafene në katin përdes nëse doni të pini diçka. Bujari tundi kokën. Preferojmë të presim këtu, nëse nuk ju prish punë. Sigurisht, tha Dyrekastrati. Kthehem sapo të kem rezultatet. Ato 40 minuta ishin më të gjata të jetës së Artës. Bujari ecte andej këtej në dhomën e pritjes, i paaftë të qëndronte i qetë. Lira u ul në preherin e Artës, e raskapitur, duke mbështetur kokën në shpatullën e saj. Arta përkëdhelte flokët e vajzës, duke mërmëritur fjalë të buta ngushëllimi, edhe pse e dinte se Lira ndoshta nuk mund t'i dëgjonte. Kur Dyrekastrati u kthye më në fund, fytyra e tij ishte serioze por jo e zymë. Kishte diçka në sytë e tij që dukej shpresëdhënëse. U luni, ju lutem, tha ai, duke bërë gjeste drejt karrigeve në zyrën e tij. Kam lajme të rëndësishme për të ndarë. Bujari dhe Arta u ulën krah për krah, Lira ende në preherin e Artës. Bujari mbajti dorën e vajzës, me gishtat e tij të bardhë nga forca me të cilën e mbante. Dyrekastrati hapi një dosje me grafik dhe tabela, por para se të hynte në detaje teknike. Shikoi direkt Bujarin. Lira nuk është plotësisht e shurdhër, tha ai pa rrotullime. Nuk ka qenë kurrë. Bujari la të shpëtonte një tingull që ishte gjysmë i qeshur, gjysmë nga shërim. E dija, tha ai. E dija se kishte diçka. Ajo ka humbje dëgjimi të rënd bilateral, vazhdoi Dyrekastrati, veçanërisht në frekuencat e larta. Kjo është konsistente me dëmtimin toksik të shkaktuar nga antibiotikët. Ai tregoi një nga grafikët. Por këtu, në frekuencat e ulta, ajo ka dëgjim të mbetur domethënës. Nuk është dëgjim normal, është larg ti, por është aty. Ajo mund të perceptoj tingujt e rënd, veçanërisht nëse amplifikohen. Çfarë do të thotë kjo për të, pyeti Arta. Në terma praktik, në përditshmëri.
Do të thotë se me terapi të duhur, aparate dëgjimit të fuqisë së lartë të përshtatur për këto frekuenca specifike dhe trajnim intensiv logopedik, Lira mund të zhvillojë aftësi komunikimi funksional. Ajo kur nuk do të ketë dëgjim normal, por mund të mësojë të përdorë atë që ka. Dhe më e rëndësishmja, ajo mund të zhvillojë të folurit. Nuk do të jetë i përsosur, por do të jetë i mundur. Bujari mbuloi fytyrën me duar, me shpatullat që i dridheshin nga ngashërimet e heshtura. Arta ndjeu lotët e saj duke rënë lirshëm. Lira shikoi midis dy të rriturve, qartësisht e konfuzuar nga emocioni, por jo e trembur. Ajo zgjati një dorë të vogël dhe preku fytyrën e bujarit, duke përsëritur gjestin që kishte bërë ditë më parë. Babi i trishtuar, tha ajo, fjalët ende të pasakta por të kuptueshme. Bujari e tërhoqi në një përqafim të ngushtë. Jo, bi, tha ai pas flokëve të saj. Babi është i lumtur. Shumë i lumtur. Ai shikoi dërkastratin përmes lotëve. Çfarë bëjmë tani? Cili është hapi tjetër? Së pari, do të përshtatim aparate dëgjimi specifikisht për profilin e saj, tha mjeku. Kjo do të marrë disa javë. Ndërkohë, rekomandoi fuqishëm që Lira të fillojë terapi intensive logopedike. Ajo ka humbur vite kritike të zhvillimit të gjuhës, kështu që sa më parë të fillojmë, aq më mirë. Ai u anua përpara. Por duhet të jem i sinqert me ju. Do të jetë një rrugë e gjatë dhe sfiduese. Progresi do të jetë gradual, jo i menjëhershëm. Do të ketë frustrime dhe kthime pas. Nuk ka rëndësi, tha bujari me një bindje që Arta nuk e kishte dëgjuar kur në zërin e tij më parë. Do të bëjmë çfarëdo që të jetë e nevojshme. Kohë qoftë, para qofshin, përpjekje qoftë. Vajza ime meriton çdo shans të mundshëm. Dërkastrati buzëqeshi. Është saktësisht ky qëndrim që i duhet asaj. Ai shikoi Artën. Dhe ju qartësisht keni tashmë një burim të vlefshëm. Vëzhgimi dhe përkushtimi që ju treguat janë saktësisht lloji i mbështetjes që bën të gjithë ndryshimin në rehabilitim. Arta ndjeu nxehtësi në gjoks. Do të bëj gjithçka që mundem, premtoi ajo duke shikuar Lirën. Gjithçka që ajo ka nevojë. Doli nga zyra me një dosje plot raporte, rekomandime dhe një plan veprimi të detajuar. Dielli i pasdites lante qytetin kur dolën në rrugë. Bujari ndaloi në trotuar duke shikuar qiellin, duke marrë frym thellë sikur po merrte frym ajër të pastër për herë të parë prej vitesh. Teuta kishte të drejtë, tha ai me zë të lartë, duke mos u interesuar kush mund ta dëgjonte. Ajo gjithmonë kishte të drejtë. Vajza jon nuk ishte e humbur. Vetëm duhej të gjendej. Lira tërhoqi mëngën e tij, duke treguar një dyqan akulloresh në anën tjetër të rrugës. Bujari qeshi, një tingull i sinqert dhe i gëzuar. Do akullore, bi? Le të festojmë atëherë. Sot është një ditë speciale. Sot ndryshojmë gjithçka. Dyqani i akulloreve ishte shumë ngjyrësh dhe i gëzuar. Bujari porositi 3 akullore. U ulën në një tryez të vogël në trotuar, me diellin e ngrohtë të pasdites që krijonte hije të gjata në rrugë. Lira lë piu akulloren me përqendrim. Kishte diçka ndryshe tek ajo tani, një prani që nuk ekzistonte më parë. Ishte sikur, duke e ditur se nuk ishte plotësisht e izoluar, ajo po fillonte të lejonte veten të ekzistonte më plotësisht në botë. Bujari shikoi Artën mbi kokën e Lirës. Nuk di si t'ju falenderoj, tha ai edhe një herë. Ju fjalë për fjalë ndryshuat jetët tona. Arta tundi kokën. Lira e bëri këtë. Unë thjesht kushtova vëmendje. Ajo lë piu akulloren e saj duke shijuar ëmbëlsinë. Por jam e lumtur që bëra pjesë në këtë. Udhëtimi i kthimit për në Korçë ishte plotësisht ndryshe nga ai i shkuarjes. Bujari këndonte këngë të vjetra popullore korçare ndërsa ngiste makinën. Lira, me kufjen në vesh, përpiqej ta shoqëronte. Arta qeshte, duke e inkurajuar, duke duar trokitur çdo përpjekje. Kur mbërritën në fermë ishte tashmë natë. Yjet shkëlqenin intensivisht në qiellin e pastër të fshatit. Bujari mbajti Lirën, e cila kishte fjetur në makinë për brenda shtëpisë. Arta e ndoqi me çantat, duke ndier një lodhje të kënaqur. Kishte qenë një ditë e gjatë dhe emocionalisht intensive, por edhe transformuese. Pasi e vendosi Lirën në krevat, Bujari dhe Arta u ulën në balkon me kafe të nxehtë. Heshtja e fermës, që më parë dukej shtypse, tani ishte thjesht e qetë.
Duhet të fillojmë të bëjmë ndryshime, tha bujari, duke shikuar vreshtat e errëta në distancë. Shtëpia do të duhet të jetë më pak e izoluar. Lira do të ketë nevojë për ekspozim ndaj më shumë njerëzve, më shumë tingujve, më shumë jetës. Dyrkastrati rekomandoi terapi intensive, kujtoi Arta. 5 herë në javë fillimisht. Kjo do të thotë udhëtime të shpeshta në qytet, ose të sjellim një terapist këtu. Do të punsoj dikë që të vijë këtu, vendosi bujari. Nuk dua që Lira të bëj atë udhëtim të gjatë disa herë në javë. Ajo ka nevojë për stabilitet, për rutinë, por edhe për progres konstant. Ai shikoi Artën. Dhe ju? Jeni e gatshme të vazhdoni këtu? E di që nuk ishte kjo ajo që prisnit kur pranuat punën. Arta mendoi për përgjigjen e saj. Në javët e fundit diçka kishte ndryshuar brenda saj. Dhimbja e humbjes së foshnjës së saj ishte ende aty, ndoshta gjithmonë do të ishte, por nuk e konsumonte më plotësisht. Kishte hapësirë tani për gjëra të tjera, ndjenja të tjera, qëllime të tjera. Dua të qëndroj, tha ajo me sinqeritet. Nëse ju më doni këtu, dua të jem pjesë e udhëtimit të Lirës. Bujari buzëqeshi, dhe ishte buzëqeshja e parë e sinqertë dhe e shkujdesur që Arta pa tek ai. Nuk mund ta imagjinoj ta bëj këtë pa ju. Ditët në vijim ishin një përzierje frenetike organizimi dhe përgatitjeje. Bujari punsoi Blerta Hoxhën, një logopede të specializuar në rehabilitimin dëgjimor që pranoi të bënte seanca shtëpiake 3 herë në javë. Në ditët e tjera, zonja Shpresa do të vazhdonte me edukimin e përgjithshëm të përshtatur. Shtëpia filloi të fitonte jetë të re, me më shumë njerëz që qarkullonin, më shumë zëra, më shumë aktivitet. Blerta erdhi të hënën pasardhëse, një grua rreth të 30-tave me energji infektive. Ajo solli valixhe plot me materiale, lodra speciale, instrumente muzikore të përshtatura, kartela të ilustruara. Montoi një dhomë të tërë kushtuar terapisë, duke shndërruar dhomën e vjetër të miqve në një hapësirë shumë ngjyrëshe dhe stimuluese. Seanca e parë ishte më shumë vlerësim se sa terapi në vete. Blerta vëzhgoi Lirën për një orë të tërë, duke testuar reagimet e saj, duke vlerësuar nivelin e saj të kuptimit. Në fund, ajo ul me bujarin dhe Artën për të diskutuar vëzhgimet e saj. Lira ka shumë potencial, tha Blerta. Por ka edhe shumë punë përpara. Ajo në thelb ka humbur vitet kritike për zhvillimin e gjuhës. Do të jemi duke i mësuar jo vetëm si të dëgjoj dhe të flas, por si të procesoj gjuhën në një nivel fundamental. Sa kohë do të marrë, pyeti bujari. Jo që ajo të flas në mënyrë të përsosur, por që ajo të arrijë të komunikojë në mënyrë funksionale. Blerta mendoi para se të përgjigjej. Nëse ajo përkushtohet, nëse ju e mbështesni punën me ushtrim editore në shtëpi, unë do të thosha se në 6 muaj do të shohim progres domethënës. Në një vit, ajo duhet të ketë fjalor bazë funksional. Në 2 vjet, komunikim më kompleks. Ajo shikoi Lirën, e cila ishte në dhomën ngjitur duke luajtur me një nga instrumentet që Blerta kishte sjell. Por çdo fëmijë është unik. Lira mund të përparojë më shpejt ose më ngadalë. Duhet të respektojmë ritmin e saj. Do të bëjmë çfarëdo që të jetë e nevojshme, premtoi bujari. Seancat e terapisë filluan të modelonin rutinën e shtëpisë. 3 mëngjese në javë, Blerta mbërrinte në orën 8 fiks. Seancat zgjasnin 2 orë, intensive dhe të fokusuara. Lira punonte fort, ndonjëherë duke u frustruar, ndonjëherë duke qarë kur nuk arrinte të bënte atë që i kërkoi. Por Blerta ishte e duruar dhe kreative, duke gjetur gjithmonë forma të reja për ta mbajtur Lirën të angazhuar. Arta ndiqte disa seanca, duke përfitur teknika që mund t'i përsëriste në ditët e tjera. Blerta mësonte ushtrime të frymëmarrjes, kontrollit vokal, artikulimit. Përdorte pasqyra që Lira të mund të shihte si të formonte tinguj të ndryshëm, përdorte duart e saj që Lira të ndjente dridhjet në fytin dhe gojën e saj. Një nga sfidat më të mëdha ishte se Lira, duke pasur jetuar aq shumë kohë në heshtje relative, nuk kishte feedback dëgjimor të duhur për të ditur nëse po prodhonte tingujt saktë. Ajo nuk mund ta dëgjonte zërin e saj qartësisht mjaftueshëm për ta rregulluar atë. Kështu Blerta përdorte shumë udhëzime vizuale dhe prekse. Bujari merrte pjesë sa herë që mundej, duke mësuar ushtrimet, duke praktikuar me Lirën në pasdite dhe fundjavë. Të shije babë e bi duke punuar bashkë, bujarin duke përsëritur me durim fjalët ndërsa Lira përpiqej të kopjonte lëvizjet e gojës së tij, ishte diçka që e prekte thellë Artën.
Ishte lidhja që ajo gjithmonë e dinte se mund të ekzistonte midis tyre, duke u manifestuar më në fund. 2 javë pas konsultës në Tiranë, aparatet e dëgjimit mbërritën. Ishin pajisje të vogla por të fuqishme, të programuara specifikisht për të amplifikuar frekuencat e ulta që Lira arrinte të perceptonte. Dërkastrati erdhi personalisht në fermë për të bërë rregullimin fillestar dhe për t'i mësuar Lirës si t'i përdorte. Kur aparatet u ndezën për herë të parë, reagimi i Lirës ishte i menjëhershëm dhe dramatik. Sytë e saj u zgjeruan jashtëzakonisht, ajo çoi duart te veshët, qartësisht e trembur nga pushtimi i papritur i tingujve që nuk ishte mësuar t'i procesonte aq qartë. Dërkastrati shpejt uli volumin, duke e qetësuar atë. "Është normale," shpjegoi ai. "Do të marrë kohë që ajo të mësohet. Do të arrisim volumin gradualisht gjatë javëve të ardhshme. Për momentin, ajo duhet t'i përdor aparatet vetëm disa orë në ditë." Në herët e para duke përdorur aparatet, Lira ishte dukshëm e mbingarkuar. Çdo tingull amplifikohej, çdo zhurmë e shtëpisë që ajo kishte mësuar ta injoronte tani kërkonte vëmendjen e saj. Ajo lodhej shpejt, irritohej, duke dashur t'i hiqte aparatet. Por Blerta dhe Arta punuan me të, duke krijuar lojra, duke e bërë procesin e përdorimit të aparateve diçka pozitive të lidhur me aktivitete të këndshme. 1 muaj pas konsultës në Tiranë, Lira foli fjalinë e saj të parë të plotë. Ishte e ulur në tryezën e darkës, duke përdorur aparatet e dëgjimit, kur i ra piruni i saj. Në vend që thjesht ta shikonte atë, ajo tha, qartë dhe me qëllim, "Dua pirunin." Heshtja që pasoi ishte absolute. Bujari mbeti i paralizuar, gota e ujit që po çonte te goja e harruar në ajër. Arta ndjeu lotët e menjëhershëm duke i djegur sytë. Lira shikoi midis të dyve, e konfuzuar me reagimet e tyre, dhe pastaj përsëriti, më lart këtë herë, duke menduar se nuk e kishin kuptuar. "Dua pirunin." Bujari e la gotën aq shpejt sa pothuajse e rrëzoi, vrapoi rreth tryezës dhe e mori Lirën në krahët e tij, duke u rrotulluar me të. "Ti fole," tha ai, duke qeshur dhe duke qarë në të njëjtën kohë. "Ti bëre një fjalë të tërë, vajza ime e bukur, inteligjente, e jashtëzakonshme." Lira, duke u rrotulluar ende, filloi të qeshte. Ishte një tingull i mrekullueshëm, i pastër dhe i sinqert, e qeshura e një fëmije që më në fund po lejonte veten të ishte fëmijë. Arta ju bashkua atyre dhe të tre mbetën aty të përqafuar, duke qeshur dhe duke qarë njëkohësisht, duke festuar një moment që shumica e familjeve e marrin si të mirëqenë, por që për ta ishte absolutisht i mrekullueshëm. Atë natë, pasi Lira ishte në gjumë, Bujari dhe Arta u kthyen në balkon. Ishte bërë një ritual i tyre, këto momente të qeta në fund të ditës, duke ndarë kafe dhe reflektime. "Teuta duhet të ishte këtu për ta parë këtë," tha Bujari me zë të ulët. Ajo besoi kur askush tjetër nuk besonte. Ajo e dinte se kishte shpresë. "Ajo po e sheh," tha Arta me bindje. "Në një farë mënyre, kudo që ajo të jetë, ajo e di që ju nuk u dorëzuat, që Lira më në fund po dëgjohet dhe po kuptohet." Bujari shikoi qiellin me yje. "Unë zakonisht e fajsoja atë," pranoi ai. "Fshehurazi, në mendjen time, unë fajsoja Teutën që kishte këmbëngulur aq shumë në trajtim, që kishte bërë presion te mjekët. Mendoja se dëshpërimi i saj kishte shkaktuar dëmtimin te Lira." Ai fshiu një lodh. Por tani e kuptoi se ajo po bënte thjesht nënën. Duke bërë atë që çdo nën do të bënte, duke u përpjekur ta mbronte vajzën e saj në të vetmen formë që dinte. "Dashuria e papërsosur është ende dashuri," tha Arta butësisht. "Ne bëjmë gabime duke u përpjekur të bëjmë të drejtën." Teuta nuk e dinte se trajtimi mund të shkaktonte dëmtime. Ajo po vepronte me frikë dhe dashuri, jo me keqtashje apo neglizhencë. "E di këtë tani," tha Bujari. "Dhe duhet ta fal atë. Duhet të fal veten që nuk e mbështeta më shumë, që thash se ajo po mashtronte veten kur në fakt intuita e saj kishte të drejtë." Ai shikoi Artën. "Si e përballoni ju faljen? Me faljen e vetes?" Arta qëndroi në heshtje për një moment të gjatë, duke menduar për foshnjën e saj, në të gjitha herët që kishte pyetur veten nëse mund të kishte bërë diçka ndryshe. "Mendoj se falja nuk është diçka që ndodh menjëherë," tha ajo përfundimisht. "Është diçka që zgjedh ta bësh çdo ditë. Disa ditë është më e lehtë se të tjerat. Por fakti që ju po pyesni, që jeni i gatshëm të provoni, kjo është tashmë fillimi." Bujari pohoi, duke përpir fjalët e saj. "Faleminderit," tha ai. "Për gjithçka.
për lirën, po, por edhe për të më ndihmuar të gjej një rrugë përmes dhimbjes sime. Arta buzëqeshi. Mendoj se po ndihmojmë njëri tjetrin. Lira po na mëson për qëndrueshmërinë, për të filluar përsëri, për të mos qenë kurrë tepër vonë për ndryshim. 3 muaj kishin kaluar që nga konsulta në Tiranë dhe transformimi te Lira ishte i dukshëm. Ajo tani i përdorte aparatet e dëgjimit gjatë gjithë ditës. Fjalori i saj rritej çdo javë, fjalë të thjeshta duke u grumbulluar në fjali gjithnjë e më komplekse. Mirëmëngjes babi, dua ju lutem, Arta ku je, më pëlqen kjo lodër. Çdo fjali ishte një fitore e festuar. Shtëpia nuk ishte më vendi i heshtur dhe shtypës që Arta kishte gjetur muaj më parë. Muzika luej shpesh, pianoja e Teutës më në fund ishte zbuluar dhe po përdorej përsëri. Bujari kishte filluar të merrte mësime që të mund të luante muzikat e preferuara të Lirës. Gishtat e tij ishin të ngathët në taste, por vajza adhuronte të ulej pranë tij në stol duke vëzhguar, ndonjëherë duke vendosur duart e saj të vogla mbi taste dhe duke krijuar melodi kaotike që ajo i quante të bukura. Arta dhe Bujari kishin zhvilluar një partneritet të lehtë dhe natyral. Punonin bashkë në ushtrimet e Lirës, ndanin përgjegjësitë e shtëpisë, bisedonin gjatë në netët në balkon. Kishte diçka që po rritej midis tyre, diçka që asnjëri prej të dyve nuk ishte gati ta emërtonte ende, por që ishte aty, e prekshme dhe e pamohueshme. Shikime që zgjasnin një sekond më shumë, duar që prekeshin kur kalonin pjatat në tryez, buzëqeshje të ndara kur Lira bënte diçka veçanërisht të adhurueshme. Një pasdite, ndërsa Lira ishte në seancë me Blertën, Bujari kërkoi që Arta ta shoqëronte deri te vreshtat. Dua t'ju tregoj diçka, tha ai, dhe kishte nervozizëm në zërin e tij që zgjoi kuriozitetin e saj. Ecitën midis rreshtave të rrushit, me diellin e pasdites që krijonte modele drite dhe hije në tokë. Bujari e çoi deri në një pjesë të pronës që Arta kur nuk e kishte vizituar, ku kishte një kishës të vogël të braktisur. Ndërtesa ishte e vjetër, me mure guri të mbuluara nga bimët kacavjerëse dhe një kamban të ndryshkur. Kjo kishës i përkiste familjes së gjyshes sime, shpjegoi Bujari ndërsa shtynte derën e rënd prej druri. Teuta dhe unë u martuam këtu. Ishte një ceremoni e vogël, vetëm familja e ngushtë, por ishte e përsosur. Brenda, kishëza ishte çuditërisht mirë e ruajtur. Kishte vetëm disa stola druri, një altar të thjeshtë dhe xhama me ngjyra që lyenin dy shemen. Me ngjyra të buta. Bujari u ul në një nga stolat dhe Arta i u bashkua atij. Pse më solt këtu, pyeti ajo butësisht. Bujari qëndroi në heshtje për një moment të gjatë, me sytë e fiksuar te altari. Sepse kam nevojë për një vend për t'i thënë më në fund lamtumir, tha ai përfundimisht. Teuta është varrosur në varrezat e qytetit, por kur nuk arrita vërtet t'i jepja lamtumirën asaj. Gjithmonë ndjeva se lash diçka pa thënë, diçka pa bërë. Arta priti, duke e ditur se ai kishte nevojë për hapësirë për të procesuar mendimet e tij. Unë i thash asaj, vazhdoi Bujari, zëri i tij duke u thyer, i thash se ajo kishte gabuar. Që po mashtronte veten me shpresa të rreme. Biseda e fundit që patëm ishte një diskutim i vështirë për Lirën. Ajo doli e tërbuar, e lënduar, duke u ndjer vetëm. Dhe vdiq duke menduar se unë nuk besoja tek ajo. Por ju besoni tani, tha Arta. Dhe Lira po përmirësohet. Teuta kishte të drejtë dhe ju po e nderoni këtë duke bërë gjithçka që mundeni për të tani. E di, por kjo nuk e fshin atë që i thash, u përgjigj Bujari. Nuk e fshin dhimbjen që i shkaktova në ditët e fundit të jetës së saj. Arta mori dorën e tij. Teuta e dinte që ju e donin. Një diskutim, edhe një diskutim i vështirë, nuk fshin vitet e dashurisë dhe partneritetit. Ajo e dinte që ju ishit i trembur, që po përpiqeshit ta mbronit nga më shumë shgënjime. Nuk ishte se nuk besonit tek ajo, ishte se nuk donit ta shinit të vuante më shumë. Bujari shikoi Artën dhe ajo pa mirënjohje të përzier me dhimbje në sytë e tij. Si u bë të aq e urtë. Arta dha një gjysmë buzëqeshje të trishtuar. Dhimbja të mëson. Humbja të mëson. Kam mësuar shumë për faljen dhe pranimin që kur humba foshnjën time. Jo gjithmonë i zbatoj këto mësime mirë, por po përpiqem. Mund t'ju kërkoj diçka, tha Bujari pa pritur. Mund të qëndroni këtu me mua ndërsa unë flas me të? Nuk keni nevojë të thoni asgjë, vetëm të jeni e pranishme. Arta pohoi duke shtrënguar dorën e tij. Sigurisht. Bujari u kthye drejt altarit sikur Teuta të ishte aty.
Zëri I tij ishte I ulët por I fortë. Teuta, më vjen shumë keq. Më vjen keq që nuk besova kur ti kishe më shumë nevojë për mbështetje. Më vjen keq që të lash të ndiheshe vetëm në shpresën tënde. Ai mori frym thellë. Por ti kishe të drejtë. Ti gjithmonë kishe të drejtë për Lirën. Ajo nuk ishte e humbur, vetëm duhej të gjendej. Dhe po e gjejmë atë ditë pas dite. Ajo po flet, po qesh, po jeton. Ti do ta bëje këtë më mirë se unë, e di këtë, por po bëj më të mirën time. Heshtja që pasoi ishte e thellë dhe paqësore. Bujari qëndroi ulur edhe për disa minuta, me sytë e mbyllur, duke u dukur më I lehtë kur më në fund u ngrit. Faleminderit, tha ai për artën. Për të qenit këtu, për gjithçka. Doli nga kishëza bashk dhe ecitën mbrapsht për në shtëpi në heshtje të rehatshme. Kur mbërritën, gjetën Lirën në balkon me Blertën duke praktikuar fjalë të reja. Kur pa bujarin dhe artën, Lira vrapoi drejt tyre. Babi, Arta, e janë të shihni, tha ajo, shqiptimi jo I përsosur por I kuptueshëm. Mësova fjalë të re. Cilën fjalë, pyeti bujari, duke u gjunjëzuar për të qenë në nivelin e saj. Lira mendoi për një moment duke u përqendruar, pastaj tha me kujdes. Familje. Ajo tregoi bujarin, pastaj artën, pastaj veten e saj. Ne jemi familje. Bujari shikoi artën mbi kokën e Lirës, diçka duke kaluar midis tyre, një kuptim I heshtur. Po, bi, tha ai, duke I tërhequr të dyja në një përqafim. Ne jemi familje. Më shumë se një vit kishte kaluar dhe Arta ishte bërë pjesë e pandashme e rutinës. Ajo nuk shihej më si punonjëse, por si anëtare e familjes. Ajo dhe bujari kishin filluar të eksploronin ndjenjat e tyre në formë të kujdesshme, por të sinqertë. Një mëngjes, ndërsa po pinin kafe, Lira bëri një pyetje që I kapi të dy në befasi. Arta është nëna ime tani, pyeti ajo, duke shikuar midis dy të rriturve me kuriozitet të sinqertë. Bujari pothuajse u mbyt me kafen e tij. Arta mbeti e paralizuar. Çfarë të bën të pyesësh këtë, bi, tha bujari më në fund, duke zgjedhur fjalët me kujdes. Logjika e fëmijës ishte e thjeshtë por e thellë. Arta u gjunjëzua pranë Lirës duke mbajtur duart e saj të vogla. Unë të dua shumë, Lira, tha ajo, me zërin që I dridhej. Dhe ndihem e nderuar që ti më sheh si familje. Por ti kish një nënën tënde Teutën, që të deshi shumë gjithashtu. E di, tha Lira me një seriozitet surprizues për moshën e saj. Babi më tregoi për të. Ajo më dëgjonte edhe kur mjeku thoshte se nuk mund të dëgjoja. Ajo besoi. Vajza anoi kokën. Por ajo nuk është këtu tani. Ju jeni. Atëherë ju mund të jeni nëna ime gjithashtu. Mund të kem dy, apo jo. Arta shikoi bujarin, lotët rridhnin lirshëm në faqet e saj. Bujari ju bashkua atyre në dy sheme, duke I përqafuar të dyja. Po, bi, tha ai. Ti mund të kesh dy nëna. Njëra që të solli në botë dhe do të jetoj gjithmonë në zemrat tona, dhe tjetra që të gjeti kur ti kish më shumë nevojë dhe na ndihmoi të gjenim veten gjithashtu. Atë pasdite, bujari kërkoi të fliste me Artën privatisht. Shkuan në bibliotekë. Çfarë tha Lira sot, filloi bujari, nuk doli nga asgjëja. Ajo vëren gjëra, ndjen dinamikën midis nesh. Dhe ajo ka të drejtë. Ju jeni bërë thelbësore për ne, jo vetëm si dikush që kujdeset për Lirën, por si dikush që plotësoi familjen tonë. Arta priti, duke ndjerë zemrën t'i rritë fort. Po them se dua ta bëj këtë zyrtare, u përgjigj ai. Nuk po propozoj martesë, jo ende, mendoj se të dy kemi nevojë për më shumë kohë për këtë. Por dua të nis një proces birësimi. Dua që ju të jeni ligjërisht nëna e Lirës. Ai kapi duart e saj. Dua që, nëse diçka më ndodh mua, Lira të mbetet me ju. Dua që ju të jeni pjesë e përhershme e jetëve tona në të gjitha format e mundshme. Arta ndjeu emocione kontradiktore duke e përmbytur. Gëzim, frikë, shpresë, dyshim. Bujar, kjo është gjigante. Lira pati një nën që ishte e përsosur për të. Si mund ta zëun atë vend? Ju nuk po zini vendin e Teutës, tha bujari me vendosmëri. Ju po krijoni vendin tuaj. Teuta do të ketë gjithmonë një hapësirë në zemrat tona, por ka hapësirë gjithashtu për ju. Lira ka nevojë për ju, unë kam nevojë për ju, dhe mendoj se ju keni nevojë për ne gjithashtu.
Arta mendoi për foshnjën e saj të humbur. Ajo kishte menduar se kur nuk do të ishte nën, se ajo mundësi ishte marrë prej saj për gjithmonë. Por këtu ishte Lira, një vajzë që kishte nevojë për dashuri amësore. Po, tha ajo, zëri i saj i fortë pavarësisht lotëve. Po, unë e dua këtë. Dua të jem nëna e Lirës, dua të jem pjesë e përhershme e kësaj familjeje. Procesi mori kohë, por më në fund erdhi dita e seancës përfundimtare në gjykatën e Korçës. Ishte një mëngjes i qartë shtatori. Gjykatësi, një burr i moshuar me sy të butë, lexoi të gjitha dokumentet me kujdes. Pastaj thiri Lirën përpara. Përshëndetje, Lira, tha ai. E kupton pse je këtu sot? Lira pohoi. Arta do të jetë nëna ime e vërtetë. Ligjore dhe të gjitha. Gjykatësi buzëqeshi. Dhe kjo është ajo që ti dëshiron. Po, tha Lira pa hezitim. Shumë. Gjykatësi shikoi Artën. Ju e kuptoni se ky është një angazhim i përhershëm? Se po merrni përgjegjësi ligjore totale për këtë fëmijë? Unë e kuptoj, tha Arta, zëri i saj i fortë. Dhe jam gati. Më shumë se gati. Gjykatësi pohoi dhe mori çekiçin e tij. Atëherë, me autoritetin që më është dhënë, deklaroj se Arta Berisha është tani nëna ligjore e Lira Kelmendit. Ai goditi çekiçin. Urime familjes së re. Tingulli i çekiçit bëri jehon në sallë dhe pastaj Lira po vraponte drejt Artës, duke u hedhur në krahët e saj. Mami, bërtiti ajo, duke eksperimentuar fjalën me zë të lartë për herë të parë. Mami im. Historia e familjes Kelmendi u bë e njohur në qarqet e edukimit special. Mjekët filluan të vinin në dyshim diagnozat më rreptësisht, prindërit filluan të besonin te intuita e tyre. Lira ishte bërë simbol i shpresës, provë e gjallë se kur nuk është tepër vonë për të zbuluar të vërtetën. Dhe Arta, e cila kishte ardhur në atë ferm vite më parë e shkatëruar nga humbja dhe dhimbja, kishte zbuluar se shërimi nuk vjen nga haresa, por nga hapja e zemrës për forma të reja dashurie. Ajo kur nuk do të haronte foshnjën e saj, por kishte mësuar se dashuria nuk paksohet kur ndahet, por shumë fishohet. Ndërsa dielli perëndonte mbi ferm, familja eci mbrapsht për në shtëpi dorë për dorë. Kishte një të tashme plot qëllim, një të ardhme plot mundësi dhe një zemër plot mirënjohje për të gjitha zgjedhjet guximtare që i kishin sjellë deri aty. Fundi i historisë.